Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në listën e përkthyesve të letërsisë dhe të librave të huaj, unë kam zbuluar së fundi një personazh që me të vërtetë janë ndier keq që si nuk e njihen përpara. Vladimir Bregu ka një listë të gjatë të përkthimeve të tij. Por cila është tema e këtyre librave? Ka përkthyer aq shumë sa unë do ta prezantoj si studius më shumë se sa si përkthyes. Dhe të përkthesh nga disa gjuhë kaq shumë libra, pra këtu është një listë me 42 libra, edhe sa të tjera i mund t'i ketë në projekt, është më vërtet e jashtëzakonshme. Por nga moria e gjitha përkthimeve, unë kam zgjedhur dy tema që më kanë tërhequr më shumë. Historia e shërbimit sekret shqiptar, që është një temë me të vërtet shumë diellëse, dhe një figurë shumë interesante në historinë e Shqipërisë, Ali Pashte Pelena. Janë dy tema që unë do mbështes sot të gjithë këtë emision, duke pasur sigurisht Vladimir Bregun në emision të ftuar këtu në studion e emisionit Dekalog. Zoti Bregu, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Dekalog. Faleminderit dhe ju që më ftuat. Tani kam një pyetje përhyrëse unë. Ore, po si i ke përkthyer këta 42 libra? 42 libra unë s'kam njohur në një përkthyes tjetër përkthej 42 libra. Kam dhe një 2-3, fakt, që nuk janë vënë aty. 45. Domethënë, për shembull kam përkthyer anekdotat e Nasradinit. Nga cila gjuhë? Nga rusishtja i kam përkthyer. Kryesisht përkthimet e tua janë nga rusishtja? Nga rusishtja dhe italishtja. Kam dhe nga italishtja, domethënë. Kam dhe një 2 libra, domethënë, s'kujtohen, kam dhe një 10 të përkthyer që pa votuar që i kam. E ke dhe 10 të tjerë? Po. A më falim mëse. Domethënë, ti 45, edhe 10, 55. Sepse nuk... Ti je rekordmen? Ja. Në përkthim? Ja. Në numër libra flas. Në numër, jo në... Pastaj kam dhe shumë kështu artikuj në për gazeta, personazhe, spionazhi, domethënë botëror që i kam përkthyer në gazeta, këto i kam përkthyer para vitesh te Gazeta Ballkan, te Gazeta Dita. Te Gazeta Dita nuk kam përkthyer, te Korrieri, Panorama. Edhe Panorama, po. Domethënë tek Korrieri kam përkthyer dhe kam votuar një libër të një studiusi kanadez, domethënë kriza shqiptare në 97-s. Abraham? Jo, kanadez. E po se ata... Çokudovski, diçka e tillë, nuk e mbaj mend tani me emrin, edhe flet për krizën shqiptare të 97-s. Rus? Duhet të jetë dikuan nga slav, duhet të jetë, po rrin në Kanada, domethënë rritur aty dhe është profesor. Është profesore. Okej, tani nga gjitha këto unë thash që unë kam zgjedhur dy tema për të trajtuar. Shërbimi sekret shqiptar me gjithë domethënë ato veçantitë e tij dhe Ali Pashte Pelena. Fillon tani me shërbimin sekret shqiptar. Tani ka shumë gjëra për të diskutuar, është aq e pan, domethënë kjo tema shërbimi sekret shqiptar sa nuk e ke iden, ti e ke iden, po nuk e kanë iden ata që po na ndjekin. Por më kryesorja unë do fokusohem te operacionet e CIA-s në Shqipëri të dështuara në vitet 50. Kryeministri Tony Blair ka bërë një deklaratë të bujshme në detyrë, kur ishte në detyrë, kryeministri i Britanisë, i cili tha, dy janë dështimet më të mëdha të shërbimit MI6 dhe CIA-s, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në histori. Një, dështuan operacionet në Shqipëri në vitet 50, dhe dy, i Irakut në vitet 2000. Tani, pse dështuan operacionet e CIA-s? Sepse ka një debat për shkak të tradhtisë së madhe të Kim Philbit, kryespionit anglez që u rekrutua nga KGB-ja, apo për aftësisë së madhe të oficerëve të sigurimit të shtetit? Shiko, unë do ta filloj çik kështu dhe përgjigjen do ta jap, domethënë. Për herë të parë për Kim Philbin kam dëgjuar në vitin 1977-78 duhet të ketë qenë. Pse në atë kohë një Kim Philbin në Shqipëri? Nuk një në Shqipëri, por në një analizë vjetore të Ministrisë Brendshme ka qenë i deleguar kryeministri atëhershëm Mehmet Shehu, dhe aty domethënë tha që jashtë shtetit flitet sikur domethënë është merita e Kim Philbit që kështu, domethënë që kanë dështuar, por ajo është merita e sigurimit të shtetit. E tha Mehmet Shehu mbledhje? Po e ka thënë. Ti ishe në mbledhje apo ishte? Jo, ishin dy kolegët e mi dhe sa dolën nga mbledhja, unë isha jashtë, domethënë,
Tha mu kështu deklaroj. Ju çfarë pozicioni kishit në atë kohë? Unë isha oficer në drejtorinë e Tiranës dhe ne nuk merrnim pjesë në përmbledhjet. I sigurimit. Po, nuk merrnim pjesë në përmbledhjet e ministrisë në kuptimin. Përveç se përkthyes ti ke një karrierë në organet e shërbimit sekret gjatë kohës së komunizmit, po edhe sidomos pas vitit 90 me shikun dhe shishin. Po. Po, dhe domethënë kur e tha Mehmeti këtë u diskutua? Aty nuk u diskutua, domethënë, po dhe jashtë dhe nuk e njihnin, nuk e dinte njëri Kim Philby. Ç'ishte ky? Sepse kanë shkruar njerëzit shumë edhe më vonë edhe kështu, por edhe ata që kanë marrë pjesë në operacionet, domethënë, nuk e dinin dhe se kanë marrë vesh fare se kush nga vinin ato, domethënë, që thoshte dhënat. Dhe para viteve 90 në Shqipëri si tush nuk flitej për Kim Philbyn. Sfis nuk votoj gjë, domethënë. Kim Philby u arratis që iku në Bashkimin Sovjetik në 63-shin, domethënë nga Libani. Dhe librin e parë, domethënë që ka bërë ai është Lufta ime e fshet. Lufta ime e fshet, po. Është botuar në Londër 68? Në 68. 68. Ndërsa rusisht, megjithëse ai ishte, domethënë ishte Bashkimi Sovjetik, rusisht është votuar në 80-ën, 1980. Po. Po. Është përkthyer në Shqip këtu tek ne në 2000. Nuk kujtohet viti, po e ka botuar. Kush e ka përkthyer? E ka përkthyer një që ka qenë dhe përkthyes në ambasadën ruse këtu. Po. Inxhinier, oficer ka qenë. S'po më kujtohet. Po, e kam ndërmendje se nuk më kujtohet tani, se unë edhe e kam njohur personalisht dhe atë. Është përkthyer për aty, është bashuk, aty në libër, është dhe një intervistë që ka dhënë Kim Philby, domethënë 6 muaj para se të vdiste. Por nuk është pjesë e librit, domethënë që ka shkruar. Që ka shkruar ai. Thjesht është bashkëngjitur, domethënë kështu. Po. Pastaj, domethënë mbas 90-s, po, domethënë thjesht edhe nga kurioziteti, kështu kam gjetur shumë materiale, domethënë libra për Kim Philbyn, intervista, domethënë shkrimet të ndryshme. Për shembull, kam lexuar një intervistë të Primakovit. Po, domethënë që ka qenë ministri i jashtëm, kryeministri i Rusisë atëherë mbas ashtu, dhe ka qenë dhe drejtori i shërbimit zbulimit rus. Ka qenë i KGB-s? U shkri KGB-ja, u quajt SVR. SVR, po, mbas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Shërbimi i zbulimit jashtëm, domethënë, Sluzhba Vnječnej Razvjetki. Po, dhe? Edhe kam lexuar për shembull një intervistë atij dhe ai i ngre shumë, domethënë këta, se e ka pyetur gazetari. Edhe i thotë ai që shumë gjëra nuk do dalin. Si nuk do dalin? Nuk do votohen, domethënë nuk do. Po pse ai vdiq? Po vdiq, po nuk do votohen dhe përveç se ka qarkulluar shumë që përveç grupit Cambridge-it, Pesqes, ka qenë dhe grupi Oxfordit. Është legjend, s'është legjend, domethënë. Edhe e ka pyetur gazetari, po i ka thënë ai. Ka ekzistuar, thotë, unë i kam lexuar materialet, por ato mund të mos dalin fare. Ka qenë në të njëjtin nivel ose më i lartë se grupi Cambridge-it. Këta të Oxfordit. Po. Po pse mos dalin fare? S'ka, sepse pavarësisht se ka ligje, arkivat, domethënë që 20 vjet, 50 vjet kështu. Kjo nuk do të thotë se hapen. Edhe te arkivi jonë kështu është ligji. Kështu është, ëh? Domethënë nëse se ka dhe materiale që nuk hapen fare? Ka materiale, Anglia për shembull nuk hap dokumenta të vitit të shekullit 16-17. Ato që i thon, po jo, ne. Po si hapen sepse kemi ne materiale që nuk hapen fare? Kemi materiale. Çfarë për shembull? Ne tani unë konkretisht nuk e di, dhe ne kemi nxjerr sheshit i pjesë. Zorët e barkut. Por që nuk duhet të hapen. Okej, tani rrim te Kim Philby. Tani vitin e kaluar, domethënë, ose si të them unë duke kërkuar këto herë gjeta dokumentin që i ka dërguar Stalinit shërbimi sekret rus, atëherë nuk ishte as KGB, se KGB-ja është krijuar në 54-ën, domethënë ka marrë emrin. Që i informojnë për bandat që hidhen në Shqipëri që hodhen 49-ën. Po i thonë, domethënë, pavarësisht se këtu thuhet që nuk ka, ata i thonë që
me datën kaq dhe japin me data, domethënë. Stalinit. Stalinit. Po. Po? Tani Nga e dinin ato? Po i kishin marrë informacionin ato. Nga kush? Nga filmi, se ai ishte atje. Ti e duke thënë që informacioni që ia dhënë Stalinit i kishin marrë nga Kim Filmi. E thon ata informacioni, thot ka njoftuar filani, por Stalinit nuk i jepe, domethënë gjithë materiali. Edhe tek ne, për shembull, kjo përdori, i koncentruar, kështu detaje, gjëra të thellësishme jo ishte. Po, dhe nuk i merrin. Dhe japin Stalinit atë që kështu, se thuhet jo kështu s'ka dhënë ose këtë. Ai i ka dhënë me data. Me data? Po. Kim Filmi? Bile, më vonë do të them, i ka dhënë edhe me vende ku do zbarkonin, datën, armatimin që kishin dhe itinerarin që do ndiqnin. Janë të shkruara. Tani, më falë që të them, po një studius që unë e kam për zëmër dhe unë e vlesoj, si Irakli Koçollari, në librin e vetëm që ka Shërbimi Sekret Shqiptar, vetëm ai ka libër. Tani tjerët mund të thonë llafe lart e poshtë, po ai ka bërë studim të mirëfillt dhe se kam lexuar në fakt. Se ke lexuar? Jo. Po çfarë përkthen ti? Unë përkthej këto të tjerat. Përkthen, mirë është ta kishe lexuar atë. Se kam lexuar atë që flet për shërbimin me Anglinë me këto, kështu? Jo, ai ka 2 libra, sepse një ka të posaçëm vetëm për këtë operacion, po një është historia e Shërbimit Sekret Shqiptar. Por, jo, po thosha këtë që ai i shpreh bindjen, ne kemi pasur dhe debate me zotin Koçollari edhe të tjerë. Ai shpreh bindjen që është aftësia e sigurimit të shtetit që dështuan operacionet e CIA-s. Tani thash do flas edhe pjesa e filmit dhe pjesa jonë, domethënë. Por thash që është botuar dhe një libër me rastin e 100 vjetorit të lindjes Kim Filmit. Unë e kam librin në rusisht, ma kanë sjellë. Në rusisht? Po. Aty ka shumë gjëra, domethënë e thot hapur, është një historian që ka bërë libra për shërbime sekrete ruse, flet për personazhe, Abelin, domethënë. Abelin, po. Po, edhe Abelin. Edhe thot, aty thot, Kilbi thot ka njoftuar me hollësi, domethënë për. E shkruan aty, po, domethënë. Po kë njofton dhe Filmi? Shko, fillimisht kur ka ikur Filmi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 49-ën, se 49-51 ka qenë periudha që Filmi iku në SBA që ishte në ambasadë, në Moskavë? Jo, ishte si përfaqësues i zbulimit më i gjashtë. Pranë domethënë CIA-s, se që janë 47 nuk krijoa, domethënë për të koordinuar veprimet e operacioneve në vendet e lindjes, sepse nuk ka dhënë vetëm për ne, ka dhënë dhe për Ukrainën, se në Ukrainë për shembull ka pasur një rezistencë shumë të madhe ndaj regjimit sovjetik. Ishin domethënë në batalione. Okej, po rrim këtu, domethënë ai ishte drejtuesi i operacioneve. Ai ishte kryesori sepse ja jepnin atij të gjitha dokumentat. E thon vet ata, domethënë që kanë punuar. Ne ja jepim gjitha atij. Ja jepim gjitha atij. Do gjitha informacionet e operacioneve që bënte CIA dhe Mi-6 në vendet e lindjes i jepnin i merr tek Filmi. Kim Filmi. Po ai pasaj si sillte në Shqipëri. Se kjo është ajo që s'është e qartë. Kur vajte Kim Filmi, shikoj ai nuk bënte edhe takime kështu fizike për të dorëzuar material. I bënin me vend sekret, me tjera. Si ishte i padukshëm kuptimin invisible. Kur vajte në Amerikë, ishte problemi se këta duhet ta merrnin lidhje, kush do ta shoh. Dhe kanë dërguar një muzikant me emër tjetër, domethënë, vajte ai atje, filloi punë profesor në një... Ku? Në Amerikë? Në Amerikë. U njoh dhe me një femër që kishte një shkollë baleti, domethënë. Balerin? Ajo, edhe të dy dhe bile ati i kanë dhënë $25,000 atëre, vetëm për këtë punë. Po domethënë $25,000 në 49 ishin shumë. Si 250.000 sot. Po di unë tani nuk i bëj dot ato. Edhe ai ka vajtur e ka takuar. Por kishte i problem, thot, domethënë që thot ai njëri që shkruan ai Modini, ka bërë dhe ai një libër, Shokët e mi të Cambridge-it që Shokët e ka. Domethënë shkonte linja, nuk shkonte direkt aty, shkonte në Londër, nga Londra, domethënë në Moskë. Në Moskë. Po, kështu i jepeshin. Tani për t'ia shpjeguar njerëzve, domethënë Kim Filmi
si i mëngjashës shkojnë në Washington, kishte informacionet, ishte qendra e informacionet të gjitha operacionet në lindje. Nga aty çon në Londër, nga Londra në Moskë, tani këtu në Tiranë si vinin? Tirani vinin kështu, domethënë i dërgonin sovjetikët, por nuk dërgonin me shkrim, e kishin të ndaluar. Po si dërgonin me gojë? Vetëm i merrin këshilltarët e tyre, sepse ka pas këshilltar. Gjithë ata që na ndjekin, këshilltarë sovjetik në 49 dhe vitet 50 ishin shesh këtu, ë? Mbas prishjes me Jugosllavinë kanë ardhur këshilltarët sovjetik. Sa kanë ardhur Ministrinë e Brendshme? Me numër nuk mund. Po jo, shumë e konsiderueshëm. Por në çdo deg të drejtorisë sigurimit kishte nga një këshilltar. Në çdo deg, jo të brendshme, të qendrës. Pra deg të qendrës, të Ministrinë e Brendshme. Kishte nga një këshilltar. Deg do të thonë seksion. Sektor. Po? Kishte nga një këshilltar. Këshilltar rus. Dhe tani si merrin nga Moska? Ata se si i dërgonin me ambasadën. Se ti the që nuk shkruaj. Jo, e kishin ndaluar, e kanë. Do të thënë, arsyeja pse ne nuk kemi një dokument, zoti Bregu, që Kim Philby ka dhënë informacion, po operacionet e CIA-s është pikërisht kjo që thua ti, që ai kishte ndaluar të jepte me shkrim. Jo ai. Po kush? Sovjetikët vetë nga qendra, nga Moska, kur i dërgonin këtu, do më thënë, ja jepnin këshilltarëve të tyre, edhe ai i krifnin, do më thënë, nuk i selektonin, sepse nuk e jepnin gjithë me ullësi, se aty mund të kishte shumë gjëra. Këshilltarët tani, do më thënë, bisedonin me oficerët e sigurimit. Jo me oficerët e sigurimit, ata bisedonin për shembull me ministrin që ishte Mehmet Çeu, Kadria Zbiu që ishte zëvendës, ose me këta. Dhe Kadria Zbiu ishte dhe drejtori i sigurimit. Nuk më kujtohet mirë, po për shembull ai që merrej me këto bandat me këto ishte kush ishte? Recep Kolli. Recep Kolli. Ishte deganant ministri. Do të mbas ekzekutivit të Koçizozës, se ishte Koçizozë. Po, 48-ën iku Koçi në 49. Ishte Recep Kolli. Ishte Recep Kolli në deg në 9, që merrej me bandat. Po drejtues mos gaboj Beqir Ndohu, apo jam gabim? Jo, nuk e di. Ishte edhe një Idris Seit një Seiti më duket. Okej, do të thënë ai komunikon direkt me ato. Por para kësaj, për shembull, se ne deri sa ishim marrëdhënie të mira me Jugosllavët, ne kemi çuar 2 grupe studiuesish aty. Ku? Në Jugosllavi. Për të studiuar për punën e sigurimit, për të përgatitur. Për pa gjë këtë. Do të thënë, Shqipëria, shteti shqiptar, ka dërguar 20. Jo, i ka dërguar më vonë në Bashkimin Sovjetik. Domethënë i ka kërkuar Enveri Stalinit, i ka thënë të dërgojë 20 veta. Mbas prishjes me po, kur ishim mirë me Jugosllavët, kemi çuar 2 grupe. 2 grupe në Jugosllavi. Sa numre, se di numrin sepse s'është bërë publike ndonjëherë. Jo, nuk është thënë. Po ka dhe dokumenta. Se tek ne është përdorur dhe i praktik tjetër që nuk është ashtu. Janë asgjësuar dokumentat, për shembull, prisheshe me këtë, i fshije prishe. Siç ka ndodhur për shembull me këta, doli Beqiri kështu, për shembull ashtu, hiq fotografinë, hiq këto, hiq ato. Hiq edhe dokumentin. Domethënë, historia duhet shkruar 2 grupe në Jugosllavi, sigurimin në Jugosllavi që nga shumë kompromisë. Tani vim përsëri tek Kim Philby. Tani më njëherë Enveri çoi 20. Jo që në fillim. Tani e para herë ata sovjetikët kishin, domethënë, u lejoj këshilltarëve sovjetik që ishin këtu, që është se i merrin vendimet në Byron Politike të Sovjetit Suprem, nuk i bënin kështu, për shembull që ministri ose ky. U lejoj që t'i jepnin këshilla praktike vetëm në formën me gojë. Përsëri shkruar. Këshilltarët sovjetik jepnin këshilla praktike vetëm me gojë. Asnjë me shkrim. Po pse? Këtë ma ka thënë dhe një nga oficerët e vjetër që ka mbaruar shkollën e zbulimit, domethënë KGB-s në Bashkimin Sovjetik, edhe ai ma tha, domethënë pa e ditur këtë, kështu, jo tha s'jepnin asgjë tha me shkrim tha. Me shkrim tha kanë dhënë hungarezët, edhe dikush tjetër një tha, po sovjetikët tha asnjë gjë s'jepnin me shkrim. Dhe ju jeni duke thënë që duke mos dhënë me shkrim, me gojë, ata e kishin më të lehtë mos linin gjurmë. S'është punë gjurmë, nuk deshin që se mund të shfrynte kjo gjë diku. Jo, e kam fjalën këtu që sepse një studius sot mund thotë, o zotri, unë nuk kam një dokument që ta lexoj që Kim Philby ka dhënë këtë informacion. Sigurisht, këtu te ne s'ka s'kan lënë gjurmë. Pikërisht për këtë urdhër? Por, e kishin më urdhër, e kishin udhëzim që asnjë gjë me shkrim.
Po mirë, po të bëjmë pyetje të trashëm tani ty. Kim Filmi ti shkon në ndërmendje për Shqipërinë? Po Kim Filmi ka qenë në Shqipëri. Pritani se kjo është tronditse për mua. Kim Filmi ka qenë në Shqipëri? Po. Kim Filmi ka qenë në Shqipëri? Kim Filmi ka qenë në Shqipëri bashkë me një kolegun e vet në vitin 1932. 32. Po. Ka qenë në vitin e ku më kam mbaruar vitin e tretë. Pra se tha se mos e në Jo. 32. 32. Mirë, megjithatë që nga jashtëzakonshme. E ke të vërtetuar këtë? Tani unë këtë e kam vërtetuar sepse është një kolegu i Kim Filmit që ka qenë. Edhe ai oficer i shërbimit sekret? Kanë qenë të dy bashkë në Cambridge. Kanë pasur, domethënë, shoqëri shumë. Kur Kim Filmi shkoi, mori sektorin, ata e mori zëvendës. Është një mil. Po. Dhe në vitin 1932 kanë ardhur në Shqipëri të dy. Kanë ardhur kështu Për çfarë? për qef. Sa vjeç ishte Kim Filmi atëherë? Po duhet të ketë qenë ja 20 e sa, domethënë kishte mbaruar vitin e tretë Cambridge-it. Shkolla. Po, Universitetin. Po. Edhe për çfarë studioi Kim Filmi? Universitetin e Cambridge-it, Nga më të mirët është, po për çfarë dege? ai për gazetari Po, se ishte dhe sulmonte domethënë kështu. Sepse ka pas dhe kështu desh. Ata janë shërbimi sekret. Gazetarët, po shiko, gazetarët, ai domethënë njëri nga këta të cias, më duket ta nuk e di, kur i thanë njerë që shiko se keni gazetar, jo tha i s'kemi gazetar ne domethënë tanët. Kur pyeti aty doli që kishte gjithë ata gazetarë që punonin për CIA-n. Jo, kjo dihet kjo po. Rritë Kim Filmi, do të Kim Filmi në vitin 1932, në gusht. Në gusht të vitit 1932 ka qenë në Shqipëri. Në Shqipëri. Si turist? Ka ardhur si turist, sepse ai Kim Filmi sipas dokumentave është rekrutuar në 34. Nuk ishte rekrutuar këtu. Ja. Po erdhi këtu sa ndajti? Ai kanë ardhur të dy bashkë me të Milnin. Kanë pas me vete një aparat fotografik. A, do thënë Kim Filmi ka bërë foto nga Shqipëria? Ka bërë foto, po... Ore, ku të ta gjej unë këtë foto? Do thënë si gazetar, unë do isha shumë i lumtë gjej një foto Kim Filmi në Tiranë. Kanë zbritur në Durrës. Në Durrës, Kim Filmi në Durrës. Se ka ca detaje shumë interesante. Do janë kujtimet e këtij, Janë kujtimet e këtij shokut Kim Filmit, ka shkruar libra. Në anglisht ka shkruar? Në anglisht ka shkruar, janë përkthyer edhe në rusisht, unë i kam gjetur rusisht. Ti ke gjetur rusisht? Po. Po, dhe aty thonë ky që isha me Kim Filmin në Shqipëri. Vajtëm dhe... Zbritëm Durrës? Do shkojmë, zbritëm në Durrës, domethënë me një makinë, domethënë që gjetën një makinë, erdhën në Tiranë, patën një problem, jo i kërkoi shumë ai që lek, domethënë kështu parae, domethënë zgjuan dhe ambasadorin që ishte këtu, e zgjuan nga gjumi. Po, e zgjuan nga gjumi. Po, ambasada ka qenë në Durrës atëherë? Nuk e di. S'ka ardhur akoma në Tiranë? Kanë ardhur në Tiranë, kanë ndajtur këtu një natë. Një natë në Tiranë? Te cili hotel? Continental, besoj. Continentali, ai ishte... Nuk thotë. Nuk e thotë, Ai mund të ketë lënë shnime shumë, se varet edhe përkthimi nga anglisht në rusisht mund të jetë bërë me shkurtime, e kupton? Mund ta gjejmë atë në origjinal anglisht, më. Ti ta gjejmë, e gjejmë. E gjejmë, ë? Do ta gjejmë patjetër. Ja gjejmë titullin edhe nuk është problem. Do ta gjejmë patjetër. Edhe një foto Kim Filmi në Tiranë, do isha i lumtur si gazetar ta gjeja. Pastaj kanë shkuar në Elbasan. Nga Tirana në Elbasan? Në Elbasan kanë shkuar në këmbë. Si nga Tirana në Elbasan? Po sa ditë bën? Jo, e kanë parë kështu, kaq milje kjo, kaq kështu do hecë kaq. Ka detaje, ë? Po, domethënë me detaje. Po pse në këmbë dhe pse në Elbasan? Kështu mendoj se bënin edhe stërvitje për të ecë, domethënë në këmbë, edhe kur kanë shkuar në Gjermani, në Schwarzwald, që i thonë Pylli Zi, që është ai. Po, esin në këmbë? Edhe bënin hyjë për kodra që të mësoheshin të ishin, domethënë fizikisht mirë kështu. Edhe llogaritën që 5 milje do t'i bëjmë kështu, do bëjmë kaq pushime kështu. Kur vajtën në krab, s'kishin ujë, ngelën pa ujë. Tani ky shoku i Kim Filmit kishte një tip fjalori bisedash. Edhe shef atje, edhe shtakoi një fshatar. I thot, ku është prendvera? Sepse fjala spring në anglisht kishte kuptimin edhe burim uji, edhe pranverë.
Ai fshatari ngeli ku është pranvera, domethënë, ku Nuk i tha burimi. po jo, ku është pranvera se Pranvera, kishte. po? Ai shkreti ngeli, domethënë sa shumë. Pastaj thotë u morën vesh, na çojnë në i burim, Edhe pinuj. Edhe që u freskuam. Pare drejt ai fshatari i bie që duhet jetë Këte nga kraba, po domethënë. mirë pa duhet jetë stërgjyshi i dikujt sot. Sigurisht, domethënë. Do që në stërgjyshi 32 dikujt sot nga kraba, Që në 32. po pra, stërgjyshi dikujt nga kraba sot ka takuar Kim Filbin. Në Elbasan, Po? domethënë që si tregon ai, tërë natën thotë s'kam fjetur se kishte shumë shkonja. Dhe kur jam zgjuar në mëngjes, thotë kisha 70 të pickuara. Ky shoku i Kim Filbit. shoku. Ore Kim Filbi sa të pickuara kishte? po Ndërsa pasaj thotë shkum në shkumbin, u lam rrobat, domethënë si kështu. Po? Edhe u nisëm për në Qafthan. Në Qafthan u bën natë, thotë, na la makina aty, ishim me një karroceri, ishim me disa gjatar, domethënë po. kështu. Mirë po, të afroheshim te kufiri, kishim frikë. Dhe i thërisim se Kim Filbi dinte serbisht. Dinte serbisht? Po. Ç'ne? Kishte qenë në shkollë me djalin e mbretit të Serbisë, domethënë ca shkolla në Angli kishin Po. kështu. Edhe dinte një priçik, edhe thëriste granica kufiri, domethënë. Po? Pastaj mori ai komandanti i postës dhe i mbajti ai, domethënë. Dhe është Kim sa Filbi. ditë ka qëndruar Kim Filbi në Shqipëri? Nuk e thot. Po pak a shumë ato që lexon? 3-4 ditë. 3-4 ditë. Ne, domethënë kështu. Ore, po kjo që Por- që nga i zbulimi jashtëzakonshëm. Tani që të vim tek ajo, unë mendoj, domethënë se kontribut për dështimin e operacioneve të CIA-s në Shqipëri kanë edhe Kim Filbi, po jo vetëm Kim Filbi, Po kush tjetër? sepse sipas një historiani britanik, domethënë një libër, nuk e di, nuk ka shumë dhe ai me sa pash unë ishte i datëlindjes 63, ai historiani, ai thotë zbulimi sovjetik kishte depërtuar në të gjitha organizmat e emigrantëve shqiptar jashtë shtetit. Do të duke thënë edhe te kompania e famshme që Kishte stërvitej në Gjermani depërtuar në të gjitha dhe të dhënat nuk vinin vetëm nga Kim Filbi, kanë ardhur dhe nga të tjerë. dhe nga ata atje? Kaq thotë ai, domethënë historiani. Por unë e kam këtu, Po? domethënë që të dhënat vinin nga ata, ndërsa punën këtu në terren e ka bërë sigurimi. Që do të thotë? Që do të thotë, domethënë rekrutimin e njerëzve të afërt të këtyre diversantëve që vinin. Do të thonë po del edhe te teoria e Irakli Koçollarit. Jo, s'ka mund për këtu, s'ka punë teorie. Këtu ka që punën brenda vendit, por gjithmonë në drejtimin e këshilltarëve sovjetik. Këshilltar sovjetik. Tani, ta shoqëroj Domethënë, edhe ai oficeri i vjetër, i uroj jetë gjatë se është gjallë akoma, që ka mbaruar shkollën, domethënë kështu. Ata tha drejtorin kudo thanë këto. Tani, ta shoqërojmë këtë bisedë me disa fotografi. Tani ky është posteri, arma e sigurimit të shtetit. Se ti ke punuar në sigurimin e shtetit. Këtë e kishit gjithmonë kështu? Ka qenë një që është me sy. Ka nxjerr disa herë, nuk dua ta përsërisë. Po, atë domethënë e ka bërë Safo Marko. Wow! A ka mundësi regjia të më ndihmojë me atë? Unë nuk e vura sepse e ka vënë disa herë. Logoja e sigurimit të shtetit ka vënë Safo Marko? Safo Marko. Do të thënë bashkëshortja e Petromarkës. Po pse Safo Marko? Po ajo ishte kështu piktore, ka qenë. Ua, nuk e dija këtë. Do të thënë, atë logo e sigurimit të shtetit është e Safo Markës. Po. Ua. Po këtu te kjo ç'a simbolizonte ajo? Ajo do më thënë që me i fjalë gjysmë e syrit që të shikon, do më në zbulon vend. Po? Kishte vetëm kjo do me thënë ja. Po te kjo ka diçka që ti Po tani unë këtu shoh sipas kësaj që mendoj unë, po? do më thënë është ushtaraku, punëtori, do më thënë si të thush një populli. Po, arma e sigurimit. Ishte e fortë arma e sigurimit? Sigurisht. Ishte. Po. Tani kam parasysh një fjalim të një studim të Eles Bibera që thotë që në vitet 80 kishte rënë inteligjenca e shërbimit sekret. Shko, unë s'dua të flas për ato, se edhe unë kam mendimet e mia. Po? Konsiderata nuk jap për asnjë, domethënë, por vetëm i gjë po them që ka qenë një periudhë që u morën nga klasa punëtore edhe me 7 vjeçare.
Pra këta pra po them. Më shumë nuk duhet të flas. Nuk duhet të flasësh. Foto tjetër? Pyetje. Shërbimi sekret shqiptar, pra sigurimi i shtetit, i shërbeu shtetit shqiptar, kombit shqiptar, apo regjimit komunist? Tani, teoria ishte që i shërben kombit, shtetit, domethënë. Po dhe regjimi që ishte në fuqi, sigurimi do ta mbronte. Janë të lidhura. E mbrojti? E mbrojti deri diku. Deri diku. Tani këta ishin drejtues e sigurimit. Shko, gjatë të them diçka. Po? E para herë, këtu tek ne, ishte një parti. Nuk ishte pluralizëm. Po sepse ishte monopartistë. Domethënë, çdo gjë, si tush, se ishte edhe në kushtetut, partia udhëheq jetën politike gjitha, domethënë. Sado të merrte materiale sigurimi për X-in, Y-in, domethënë ata që ishin lart për shembull që ashtu i mbulonte. Pse do them? Një nga oficerët tanë vjetër, në oficer që ishin nga këta që quheshin të ndjekjes, i doli Feqor Sheut përpara. Edhe i tha, por e ne tha, po njoftojmë, tha, për këto punë, për ca gjëra, domethënë se s'du të përmend emra. Çfarë po bëhet? Ti e ke bërë detyrën tënde, tha, tani e di partia. Do ti e ke bërë detyrën tënde? Kaq. Unë për shembull di kanë qenë grupe rezidentur. Rezidentur quhet domethënë kur janë 3-4 veta që veprojnë bashkë. Ka qenë një rezidentur e zbulimit edhe UDB-s. Që bilet dyshonin që ishin dhe oficerat UDB-s dhe ishin arratisur e kështu. Kur u bën gati materialet për të arrestuar, këtyre të gjithë ju dha riadhësimi në Jugosllavi. Si ka mundsi? Ose i rast tjetër. Po? Domethënë, person implikuar në 3 rezidentura. Domethënë, 3 rezidentura, e kupton? Po, shumë e... Edhe Feqor Sheu tha i çojeni vizitorja shtetit në Jugosllavi. Po, tani kush e drejtonte? Dhe ai kolegu im, Po? domethënë, se isha në zyrë, kur mori telefon drejtori që kishim ne, thashun ikse të kërkon drejtori. Erdhi, edhe ishte i nxehur. E hodhi dosin. Qa ke, them unë? Po më thanë, tha për këtë, tha, personin X, që këshu të ashtu. I thashun, shko të ministri. Është urdhri ministrit, më thamë, ishte Feqari ministër. Por këta drejtuesit e sigurimit punonin për Shqipërinë, punonin për Jugosllavinë dhe për Rusinë. Tani unë, konkluzionet e mia i kam nxjerrë. Pastaj e di partia. Jo, se kam aty, domethënë, sepse mbas 90-s i kam analizuar shumë Po? ngjarje, domethënë kështu, edhe i kam nxjerrë konkluzionet e mia dhe nuk du të futem në ato gjëra. Ti je zgjënjur nga sigurimi i shtetit? Jo se jam zgjënjur nga sigurimi, unë kam punuar me ndershmëri, siç kam punuar pjesa më e madhe. Jo, ti ke qenë idealist. Idealist sigurisht. Po u zgjënjeve? Jo. Nuk mund të them se u zgjënjeva. Pa, sigurimi i shtetit ka abuzuar me drejtat e njerëzit. Shika, në çdo shërbim në botë. Po jo, ai ka vrarë pa gjyq, ai ka Po më thuaj një që s'ka vrarë pa gjyq jashtë në botë. Më thuaj një shërbim zbulimi, pastaj shërbimi jonë nuk ka vrarje shtetit. Jo, unë nuk di të ketë vrarje shtetit. Domethënë, të paktën nga ato që di unë. Po s'ka vrarë, ja të themi faktun ty të shërbimit jashtë shtetit që i vun Triton edhe varrit të Ahmet Zogut në Paris. Edhe Enver Hoxha nuk e dinte këtë. Shiko, unë Për të vërtetës. Jo, unë për punën e Ahmet Zogut, siç më ka thënë njëri nga këta të vjetrit, i kam propozuar për ta vrarë. Dhe ka thënë jo. Kujt? Domethënë këta siguri, po i kanë propozuar që ta vrasin. Sigurimi i ka propozuar. Propozojnë Enver Hoxhës që ta vrisin. Ta vrisin Ahmet Zogut. Atje kur rritet. Ai ka thënë jo. Kapeni, ma sillni këtu ti bëj gjyqin. A, kështu tha kapën. E kapën këta? Mua, më thonë atë që më ka thënë se unë domethënë jam jo, se kapën e kanë fjalën. Dhe aty thotë është shënimi me dorën e Enver Hoxhës në dokument, në dosje. Sa është e vërtet, nuk e di. Kapën mos i këtu. Po pse se kapën këta? Po si ishte kollaj. Cufja rrin të ndullës.
kur u kthye. Rritë në Durrës, atje të hotel Po e di. Foto tjetër, po. Por e kam fjalën këtu. Ja, kjo është loga, një sekond. Ja, kjo është loga. Këta e ka bërë. Do të thënë gjysma e fytyrës e syrit këtej. Këta e ka bërë Safo Marka. Me çaj ide, prap sa rrita kuptoj. Do të gjysma këtej, po gjysma këtej. Do të thënë që për gjon shef vigjilon, si të thush, me një sy hapur, me një sy mbyllur, domethënë bën sikur fle. Ore flinin oficerët e sigurimit apo jo? Pa dhe flinin mos e tani. Njeriu ka nevojë. Ti ke qenë komunist? Jo. Nuk e qenë komunist. Jo. Jo detyrimisht duhet të ishe komunist, ë? Jo, kishte, domethënë, si të thush, duhet të shkojnë, të bëjë një dokumentat mas i farkohe, po unë nuk kam qenë. Desha herë të bëhesha, që të flasë. Jo, më thanë që, shiko, si vjetë nuk do marim nga ju, kështu, po do marim sa të tjerë. Pastaj zvajtë, më thoshin pëse si bënë, pse u futën sigurimin e shtetit? Ishte dëshira jote? Shkoj, dëshira ime në base edhe shumë nuk ka qenë. Po? Se unë kam marru shkollë mesme kam marru me 10, me 9 pikë. Çfarë mbaroi mesme? Të mesme të përgjithshme. Gjimnazi? Gjimnaz. Dhe tani mbaroi gjimnazi, shkoj për oficer sigurie? Shkoja për oficer, po atëre i zgjidhte shteti. Ty do vesh këtu, ti këtu, dhe do më thënë, kështu që, por që, me i thotë prapë. Ishe i privilegjuar? Jo. Nuk ishe i privilegjuar? Sharp. Në çkuptim. Rrogat, pozita sociale, shtëpit. Po që rrogët tani unë 6.800 lekë merr janë muaj, se po flasë kështu, aty kishte inxhinjera që merrin nga 8 kështu. Domethënë, nuk është puna, sigurimi nuk ka pas privilegj. Sigurimi ka pas sa gjëra tjera që merrte për shembull kostum, kpucë. Si kostum? Kostum civil? Merrte kostum, civil. Sa kostum në vit? Ja, hoqën, përpara ka qenë shumë, pastaj kursimi, domethënë këto dhe fillon u zhvolluan. Po. Megjithatë, sa ishin fillim? Megjithatë, u them ta lëm këtë pjesë. Jo thjesht ta di, sa kostume në vit merrni? Në atë më të mirën, po them. Nuk e di, njërë në 2 vjetë, duket ishte ai. Domethënë, edhe kpucë. Një kostum? Një kostum. Një kostum njërë në 2 vjetë? Po nuk më kujtohen me saksi, domethënë. Kostum? Një në 2 vjetë, njëri në 3 vjetë, domethënë, si tush, në 3 vjetë merrni 2 kostume, diçka e tillë. Po, në foto tjetër. Nuk e mbaj mend. Jo, ta pyeta këtë që thjesht të kuptoj që ishte oficer i sigurisë. Marr vesh, po jam as kishte privilegj. Tani, kjo është një foto që unë duhet ta kujtoj, Luan Pobrati, ndjeri Luan Pobrati. Kurani. Po ai ishte Kurani, babai. Ai ishte Asim Aliko. Po. Dhe këta tjerë nuk e di. E kemi botuar te gazeta Panorama disa kujtime dhe shkrime një kështu serial shkrimesh të zotit Luan Pobrati, ndjerit Luan Pobrati, i cili vuni në dispozicion të gazetës atëherë dhe është nga ato operacionet e viteve 50, ku Hekuran Pobrati dhe Asim Aliko ishin nga personazhet më të rëndësishëm të asaj. Ti si vlerëson? Ti je edhe ish oficer sigurim, po edhe një studios e një përkthyes. Shko unë i vlerësoj, kam bëri punë. Po për kë punuan ata? Po pavarësisht prapë vendi kam mbrojtë, se edhe ata që hidheshin. Edhe Kim Filbi këtë ka thënë, ata që përgatisnin ne shkonin për të vrarë. Nuk shkonin për, domethënë, si themu, për ballo. Nëse unë do shkruaj sot një libër, historinë e shërbimit sekret, kush është heroi për mua? Hekuran Pobrati dhe Asim Aliko, që synonin të kapnin ata që hidheshin, apo Hamit Matjani, Prençi e të tjerë? Apo Leshanaku? Shko, pavarësisht se, domethënë, si tush ndryshoj sistemi dhe po ashtu. Po pra sot, që sa shkruaj sot unë këtë libër. Por unë këta nuk i heq nga meritat. Po ata që doni të rrëzonin atë që e rrëzuan në 90-të? Dhe, po e rrëzove në 90-të nëse erdhën periudha tjera, po atëre, domethënë, ata Amerikanët e dinin se populli ishte gati për kryengritje në 50-ën. Do ma kupton dhe tani? Kjo është e bukur, kjo. Kjo është e bukur. Populli nuk e donte. E thot njeri nga këta. Si e thot? Thot, deshën të rëzonin e Verogjën, thot. Enveri ishte me kem në tokë, ndërsa opozita thoshte ishte shumë e dobët. Po mirë, po tani Tahir Prençi Shiko. Jo, e kam foto, do ta them pasaj, po këta e kanë fjalën parashutistët. Diversantët që i quanin. Dëgjoj. Cili është vendi tyre në histori? Si do t'i përcaktojmë sot atë? Se ata çfarë synonin? Të rrëzonin regjimin diktatorial të Enver Hoxhës, ata kanë pasur drejt. Po
në atë kohë nuk quaj, do më thënë kështu pavarësisht se bëj propagandë. Që regjim demokratik? Pa atëre të gjithë kështu e quanin. Demokratik? Brenda. I vravën veri i konsilit gjitha. Nuk futem në ato gjëra, sepse ato kanë probleme tjera. Më kupton? Ju e të shqipim se këta bëni mendje dhe Jo, shiko. Ti mund të thush X-i, për shembull i bëri Enveri. Unë s'di gjë konkrete çka ka bërë, se duhet shoh. Unë s'mund të flas për shembull po s'pash dosjen konkrete. E kuptova. Edhe nxjerr konkluzionet e mia, domethënë. Qartë. Pyetje drejt për drejt. Çfarë aftësish kishte Kurran Pobrati dhe Asim Aliko, dy, po themi, në thojza yjet e sigurimit të shtetit? Tani unë si kam njoh nga afër. Jo, çfarë si je studios, se ti je studios, ti ke njohur. Por, domethënë, s'ka qenë vetëm ai. E para herë këto radiolojet, domethënë thash, përveç këshilltarit sovjetik ka qenë Kadria Zbiu. Autori? Ai ka qenë që drejtuesi me këshilltarin sovjetik. Po? Domethënë Piloshandov ka bërë telegramet, se më kanë thënë njerëz që kanë qenë aty. Telegramet, radiogramet që bëheshin, domethënë i formulonte Piloshandov. Piloshandov çfarë pozite kishte? Oficer dhe ai si të tjerët. Por ka dhe ca gjëra, për shembull, u hodh banda ndërkohë foto tjetër, po? Ezener Shehot, për shembull, atë Premçin, po, Tahir Premçin. Është filmi Gracka. Ke parasysh? Po, shumë. Fakt, Tahir Premçi u arratis nga burgu. U arratis nga burgu? Po, u arratis. Bile bëri për vetë edhe policin, edhe kanë ikë të dy. Po pastaj në film ka një ndryshim. Pa mirë, ashtu, tani filmi është artistik. Dhe domethënë një nga këta, se një pjesë e madhe e këtyre të vjetrave nuk jetojnë më. Tahir Premçi tha ishte shumë i përgatitur fizikisht. 2 veta me zore kanë kapur kur e kanë arrestuar që atëherë. Po. Dhe ka qenë rrëpir, domethënë kanë përfshtytur, janë përmbysur dhe në fund tot njëri nga ata mori një gurtë i ran kokë që u trullos, edhe e kapën. Kur vajtën domethënë që u arratis nga burgu, po, se nuk duhet flas detaje tjera, por domethënë kapën, jo e kapën, po e panë ande nga Elbasani. Edhe i thot njëri, ja ku është ta kapim, qa të kapësh, i thot një nga këta që e njifte. Futi rrotën në ati automatikut dhe bjeri. Do më thënë është. E kuptova. Tani, këtë ka marrë nga një revist në shërbim të popullit, është kryetari presidium Kuvendit Popullor Xhilleshi, i cili bën një dekorim dhe u jepet titulli Heroi i popullit këtyre personazheve. Domethënë edhe pse ishin gjallë, Gjeli Argjiri, Kurran Pobrati, Jorgo Sulati. Sulioti, është nga Gjirokastra. Jo, Suloti është. Po mirë, nga Gjirokastra. Po. Dhe Jorgo Suloti, Lazi Pulluqi, Ndreko Rino, Nik Deda, Nik Pjetër Deda. Është ai pioneri. Po, bile dhe nga tregosh atë Nuri Luçi, Recep Kolli dhe Zia Kambo. Ai që thotë ju dhe Zia Kambo. Tani çeqë këtu u bën heroj të popullit, ha? Edhe pse ishin gjallë. Po kishin merita pra në këto. Si po si bëje. Po edhe ai Jorgo Sulioti ka qenë me bandat. Si Palmlyshi? Jo, si Palmlyshi po ka qenë. Ka qenë me bandat, edhe u kthye këtej? Recep Kolli ka qenë domethënë gjatë luftës ka qenë, po. Recep Kolli ka qenë ai, domethënë kryetari i Degës 9 që quhej. Po jo, këta kishin me të vërtet aftësi dhe merita, se këtë se kam kuptuar. Çfarë aftësish kishte Kurran Pobrati? Tani jo nga afër nuk i njoh. Edhe jo nga ato që juve u thoshin se ju bëni dhe mësim ato, ti ke që dhe pedagog. Por problemi është sepse sovjetikët tashu, ata i jepnin se si duhet silleshin, si duhet vepronin, domethënë. Shko, sovjetikët nuk kanë qenë, thonë, domethënë e kam lexuar, unë pash një libër se më thot një shok, më thot mua, a më thot jo, thot Kim Philby, thot, as i gjithë, s'ka dhënë për ne, ka dhënë për bombën e kujtjon. Ku ka dhënë për bombën, i thash Kim Philby, ka dhënë për ne. Jo, thot e kenë librin e vërteta që unë besoj e Agrona Aranitasit. I thash me e ta lexoj, do më thënë. E mora e lexova, nëzora disa shënime. Agrona Aranitasit për ata që nuk e njohin? Është dhëndri Kadria Zbiut, është jadi ti, ka qenë komandant brigade, më duket në Korç, domethënë Hajdar Aranitasi, ka qenë komisari i shkollës Ministrisë Brendshme, kur kanë vajtur në shkollë, ai ka qenë komisar.
Edhe shof atje. Edhe ai thotë që, domethënë, për këta jo këshilltarët, jo kështu. Tani, gazeta Dita në mos gaboj, se është materiali, në një mbledhje të byros, domethënë është diskutuar për Zenel Sheun e këta që banda që do dënoheshin. Dhe Kadria Zbiu ka thënë që Zenel Shehu mos dënohet, domethënë na kanë ndihmuar, ashtu. Mirë po Mehmet Shehu ishte për ta dënuar, se janë ato, tha ky, tha ai, dhe i thot ai që tani Mehmet Shehu aty thot, edhe këshilltari sovjetik thot, pse Kadriu s'do që të përshkatohet. Do të thotë që kanë qenë i brendshëm, pse qose s'ishte i brendshëm, ç'pun kishte këshilltari sovjetik se do dënoj apo s'do dënoj Zenel Shehu, do përshkatohej. Qartë. Tani për të kaluar në tjetër, Nik Pjetër Ndreka, çfarë ndodhi me këtë fëmijë? Sa vjeç ishte? 14 vjeç? Po ky ishte i vogël, po domethënë ky lajmëroi për ata, domethënë për diversantët. Edhe e vran? Po e vran më vonë, jo atëherë. Se vran atëherë. Nuk e vran atëherë. Jo, e kanë vrarë më vonë. Po pse e vran? Pikërisht për këtë? Pikërisht. Po ishte fëmijë. E po tani. Pa ata. Shiko, domethënë e ke lexuar atë siç thot ai Mark Dodani? Po tjetër kanë pasur bashkëpunëtorë të Panoramës dhe të Tiranës. Domethënë kemi parë të vrarë, të kështu kanë bërë kështu, e kanë bërë kështu, domethënë. Dhe këtë e vran ata që quhen diversant. Po, këtë fëmijën, ë? Po, ky nga ishte? Tikone nga Veriu, po nuk e di Nga Veriu. Okej, foto tjetër? Tani ky është Tahir Prençi. Po, këtu është kur është vrarë. Kur është vrarë? Në Elbasan është vrarë, pra. Po, radisti. Po. Refiku ka thyer dorën, shkruan, jo punon me dorën e djathtë. Shiko, me dorën e majtë. Djo, ka gjëra që kanë ndodhur dhe nuk janë shkruar, që ta dish. Kanë ndodhur, por nuk janë shkruar. Edhe nuk, domethënë kanë qarkulluar kështu. Unë po themi gjë. Ideja, këtu vinin avion që hidhnin fletushka, trakte. Pilotët ishin polak. E thot dhe një, e kam lexuar dhe te italian, polak ishin, kishin qenë që gjatë luftës dytë botërore në Britani. Polak ishin, po. Vinin hidhnin fletushka, tani i thon këshilltarit sovjetik, kemi problem, domethënë që kështu se mobilizoi populli për t'i mbledhur që mos shpërndaheshin. E kemi problem, i thot domethënë këto. Sepse armët tona nuk e kapnin atë. Megjithëse fluton dhe ulët, domethënë nuk arrinin plumat avionin. I thot si dashu, i thot ai unë do bisedoj thot me këshilltarin sovjetik të artillerisë në Ministrinë e Mbrojtjes. Bisedojnë, organizojnë gjoja një si stërvitje dhe i çojnë topat aty. Atë ditë avioni fluturoi më lart, që ishin përgatitur. Është ajo që është goditur një avion që ka zbritur në Bari me një motor të ashtu. Të figur. Ai këshilltari i artillerisë, jo ky i sigurimit, ky u nxef, hodhi kapelen edhe tha 3 ditë ta mbajtet një sekret, i gazit e iko. Ua. Tani kjo s'është e shkruar në asnjë vend. Ua. Domethënë, s'është e shkruar. Sepse pikërisht atë ditë ai fluturoi. Praktikisht kush i thati, kush e njoftoi që shikoi se i fluturoi më lart, ai fluturonte me kishte të njëjtin sarë, të njëjtin drejtim dite, domethënë. Tani po bëj pyetjen pse ore, kush i tha? Nuk e thua. Domethënë unë konkluzionet i nxjerr, po nuk. Po kush është konkluzionit? Nuk. No comment, ha? Tani Tahir Prençi, ky ishte viktima, domethënë po themi profili më i lartë i atyre që u vran? Po më janë prarë dhe të tjerë. Shiko, ka dhe gjë tjetër. Që? Një nga këta. Domethënë për gjithë ata që na ndjekin, Tahir Prençi është një nga ata parashutistët, pra diversantë. Ishte radist. Radist, më i rëndësishmi. Pse? Sepse ishte radist dhe ky jepte të gjithë informacionin dhe komunikimin. Kishte shenjë e jojës, ky domethënë mund të thoshte që shikoj se jam kapur, domethënë të vënte gjoja. Nuk flas se ka dhe për këtë ca historira, domethënë, po nuk duhet të flas. Tani këtu të kanë thirrur për të folur unë, jo, unë do të flas. Është 4 herë që po më thonë nuk flas. Tani unë s'jam në tuesi. Jo, si jeni tuesi, po jeni intervistë. Tani si jeni ju oficerët e sigurisë. Tani, domethënë, unë e kisha fjalën tek jo vetëm Tahir Prençi, po para 2 vjetësh, se unë i ndjek këto, domethënë, shërbimet sekrete italianet, revistën e shërbimit sekret italiane, ku diun sa gjëra,
Do më këto, u botua një libër, do më për këtë punë në rusisht, dhe drejtori i shërbimit, zbulimit rus, do më thënë, foli për bandat në Shqipëri, se foli për Kim Philbin, dhe tha, ne tha, disa i azgjësonim bandat, disa i kapmim, do më thënë, disa i linim të vepronin dhe të ktheheshin prap jashtë shtetit. Do më thënë, kjo e fjalët që ka thënë ai, sepse po t'i azgjësonim të gjitha, do dekonspiroj, do më thënë, si ka mundësi. Qartë. Foto tjetër? Hamid Matjani. Hamid Matjani. I njëti grup, po themi. S'ka qenë me këtë prenqin, ka qenë Zenel Qeu. Do thënë, i njëti, po themi, si histori, si ngjarje, si ngjarje, po themi, një. Po, kapin e këti? Jas, me ullësi nuk e di, do më thënë, mos flasë. Di se kam... Ja pra paroshute, ha? Po, sigurisht këta një di, për shembull atë e Tem Qakos, e kam përkthyer librin, ka qenë një gazetar italian kur është bërë gjyqi. Po? Librin ati që ka bërë, unë e kam përkthyer. Do më thënë, por nuk po flasim tani për ta them unë. Unë do të them diçka tjetër. Patjetër. Kur kam shoqëruar një dy oficera, një shërbimi partner, do më thënë, që erdhën këtu, njëri nga ata tha, shiko, tha, në shërbime sekrete nuk ka miq, ka vetëm partner. Mbaj mend, më thëmë. Se ne, mik Jugoslavin, mik Sovjetikun, mik Kinezin, mik atë, s'ka, tha ai, vetëm partner, tha. Edhe, pse e them këtë? Deri në 50-ën, në mos gabohem, deri në 50-ën, Sovjetikët vepronin në drejtim të Shqipërisë dhe vendeve të tjera socialiste që quheshin. Do më punonin, ngrinin agjentur, rekrutonin, bënin të gjitha, njësoj si vepronin ndaj. Dhe deri në atë kohë, do më thënë që dashu, sepse e ka bërë ai, është marrë vendim pasaj që mos të veprohet me, sepse e kam zjerë këtu. Okej, bëjmë ndërprerje publicitare për ta gjetur. Publicitet dhe gjedhe dhe na thuaj atë që kishit përgatitur. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Mund pishuj. Falenderojmë edhe njëri institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. I nderuar, mund të pish ujë patjetër. Jo, hidhe, s'ka problem. S'ka problem. Emisioni i ka këto. Aty, do më thënë, ata kanë marrë një vendim, do më thënë, sovjetikët, vendimet i merrin me Stalinin. Ishte byroja politike, do më nuk bënin këshu veprime që vash unë të thuj ti, ati, këti... Direkt me Stalinin? Pa, i merin këshu kolegjale. Po? Do më thënë, detyrë tjetër që ju dha këtyre ishte që të ndërpres veprimtarin zbuluese në vendet e demokracive popullore. Kushtë KGB-ja, jo KGB-ja, në KVD-ja, se vepronin ata, pavarësisht se ishin miq. Ata vepronin, rekrutonin, bënin punën e tyre. Në këtë moment ndërpret çfarë do të thënë? Do të thënë që mos veprojnë më. Po t'jenë të ngrirë, t'jenë të... Jo, do të thënë nuk do rekrutojnë. Nuk ka aktivitet. Po, mos ma merr mendja që më 30 korrik të 49-ës,
domethënë aparatet e zbulimit të jashtëm të vendit, domethënë në Shqipëri, Bullgari, Hungari, Poloni, Rumani dhe Çekoslovaki, morën urdhër që të heqin dorë nga bashkëpunimi me informatorët brenda. Po pse? Po ishin miq, edhe thaj nuk do veprohet në drejtim këtyre. Domethënë. Tani, më 30 prill të vitit 50, ambasadorëve sovjetik në Shqipëri, Bullgari, Hungari, Poloni, Rumani dhe Çekoslovaki u shkoi telegrami i shifruar me porosinë që t'u bëjnë të ditur udhëheqësve të këtyre vendeve, domethënë Enver Hoxhës tek ne që ishin edhe të tjerët, se zbulimi sovjetik nuk do të punojë më në vendet e tyre. Domethënë deri ata kishin punuar. Kishin punuar. Atë. Kishin punuar dhe kishin punuar fort thuaj. Në ato momente jo. Dhe deri atëherë çka kanë bërë? Është kjo që thash, që domethënë atë kanë që mos jepnin me kështu me shkrim. Po vetëm me gojë? Po. Me gojë. U ndaloi të përziheshin në zgjidhjen e problemeve të kuadrit. Domethënë me këtë vendim. Se kuptoj këtë. Si? Domethënë që mos ndërhynin për kuadrot që këtë vere këtu, këtë këtu, domethënë. E emërime. Po, s'kishin punë. Tjetër? U ndaloi që të punonin vetë me agjenturën, mos punonin me bashkëpunëtor. U ndaloi që të hetonin të arrestuarit, do të thotë që deri atëherë kishin hetuar dhe ata. Dhe u ndaloi që të merrnin pjesë në përpunimin operativ të udhëheqësve të lartë të vendit në të cilin ata punonin. Se deri atëherë ata mbledhnin informacion, për shembull, për gjithë udhëheqësit që kishim ne në atë kohë, për shembull. Domon Enveri, Mehmeti, ku diun, Bedri Spahiu, kush kanë qenë gjithë. Domon deri në atë kohë ata kanë mbledhur materiale. Dhe problemi është që në kohën e Kimfilbit ka qenë Kominterni që punonte më shumë. Domon Internacionalja Komuniste. Ai Kimfilbi bile, ai që ka rekrutuar i ka thënë unë do punoj për sovjetikët apo për Kominternin. Se kështu ka thënë, po. Po, dhe si ishte përgjigje? Është shkruar kjo. Dhe si ishte përgjigje? E ka thënë gazetari vet, domethënë. Si e përgjigjen, por e ka bërë këtë pyetje. Ja, ky është Kimfilbi. Po. Që ishte ky? Ti ke qenë vet ata oficer shërbimi. Tani ma shpjegoj çik si ka mundësi që kryespiuni i shërbimit më të rëndësishëm në botë u rekrutua nga KGB-ja. Po ishte në atë kohë ishte në mod komunizmin vitet 30, domethënë. E thot një Filip Najli, një gazetar, thoshte atëherë thot ai që Amerika ishte në depresion ekonomik, Europa ishte në depresion, dhe Bashkimi Sovjetik ishte zhvilluar. Domethënë, kështu që e shihni si një shpresë, si thosh, për ecjen përpara, zhvillimin e kështu. Edhe mbi bazën e kësaj janë rekrutuar shumë. Kimfilbi u rekrutua si pjesë e KGB-s për çfarë arsye? Po Kimfilbi ishte, domethënë ishte edhe kështu, me tendenca komuniste, me bindje komuniste ka qenë. Bile ka pas probleme, ta merrnin në shërbim, mos ta merrnin, domethënë. Mi-6. Po. Bile ka thirrur njëri ka thënë që ti ke pas kështu. Dhe jati Kimfilbit ka thënë, po ka qenë i vogël, i thaj, domethënë atëherë. Do nuk e bëri për lek, thotë. Ja. Nuk e ka bërë për lek, se ka pasur plot rekrutime për lek, a? Jo, shiko, nga këta pesja Cambridge-it, për shembull është një John Cairncross, që se e ke dëgjuar. Po, patjetër. Ai ka dhënë shumë materiale, domethënë. Dhe materialet që ka dhënë pesja e Cambridge-it nuk i deshifronin, nuk arrinin të deshifronin të gjitha. Po pse? Kishte shumë. Ai shumë. Shumë. Edhe ai ka dhënë, domethënë, i kanë dhënë dhe para, jo ka thënë nuk dua lek. Do i kanë lidhin pension, domethënë KGB-ja, domethënë shërbimi sovjetik ti lidhte pension. Tani pak a shumë por domethënë Kimfilbi ka vdekur te 88. E pra, më tregoj çik historinë e Kimfilbit, për gjithë ata që na ndjekin. Domethënë, ç'i ishte ky oficer i shërbimit MI-6 që u rekrutua? Si e rekrutua? Thjesht nga bindjet. Nga bindjet ideologjike. Ky është rekrutimi i nivelit më të lartë. Janë rekrutuar shumë, bile. Po jo, po ky është më i lartë pres. Jo, po shiko. Sa është numri të rekrutuar nga KGB-ja? Jo, ato nuk e di njëri sakt, po një anglez, një historian anglez thotë që në atë kohë se këta e ka pyet
gazetari anglez I ka thënë kusht ka rekrutuar, sepse 88 janari 88-s, domethënë kusht ka rekrutuar, se tani besoj bëjnë një problem, sepse ai mund mos jetë gjallë e kështu. Dhe çfarë tha? Nuk ta tregoj. Nuk ta tregoj. Nuk ta tregoj. Por ata tani kanë nxjerrë, ata dhe thonë është një Arnold Deitch, diku me origjinë daneze, ai, edhe filmi nga babai, origjinën e largët e ka nga Danimarka. Danez, ëh? Po, është anglez, ëh? Ja. Ndërsa Jema është nga fisi atij generalit Montgomery në luftën e dytë botërore. Tani po shikoj që duhet të ketë pasur syt me ngjyrë? Ja, nuk e di. Kështu jo, se kjo fotobarazim, po shikoj atë hijen duhet të ketë pasur syt me ngjyrë, që se danezët janë vetëm popujt që kanë syt me ngjyrë, o blu, o jeshil. Nuk ka danez sukaf. E ka thënë vetë ai kur ashtu, unë jam me origjinën e largët, e kam nga Danimarka, i ka thënë, nga babai. Domethënë. Por ishte në kohë, tani të gjithë këta, ky gazetari anglez ai thotë që ka rekrutuar 17 ky Deçi. 17. Që thonë ata në Angli. Ai ka vajt vetë gjoja studente, ku diun, po këta kishin kështu I dërgonin me dokumenta falsa. Tani ikja e Kim Philbit në Moskë si u bë? Një minutë. Edhe domethënë këta të pestë, që ishte 5 që e Cambridge-it, këta ishin në shërbimin sekret dhe në Ministrinë e Jashtme. Punonin. Ky thotë që unë nuk do isha zbuluar, thotë, po gjithë gabimin e bëri ai Guy Burgess. Kush e thotë? E thotë Philby. Kim Philby. Po, nuk do isha zbuluar, thotë. Por doli Maclini, që kishte qenë në ambasadë në Amerikë, që jepte me pseudonimin Homeri, që jepte ato, do ma e kërkonin. Ky I thot Bergjesit që shkoj I thuj të ketë kujdese, dhe ma këshu, a I thot hajde ikim të dy, edhe ikën të dy. Kur ikën ata, se ky kishte pas shumë shoqërime ata dhe ngeli këshu. Atëre fillon dyshimet shumë, do më thënë. Dhe po mos kishte ikur Bergjesi thot, se a I nuk ashtu, thot. Për mua thot nuk do mere vesh fare. Dhe kështu zbulua Kim Philby. Po, do më thënë, u zbulua. Ata e hoqën, është bërë problem dhe në parlament, ka folë një, pasaj kanë kërku falje, do më thënë që shiko se të kemi akuzuar kote, pasaj e morën në Liban, do më thënë zvajti atje. Që është në Liban? Shkoj si pun gazetari, do më me një dy, po edhe aty ata do më ne aktivizonin, pasaj vajti një nga këta, ka qenë një oficer që e merte në pytje, bile njeri nga ta e merte në pytje që kur ishte në Londër. Njeri nga ta thot që duke si kur Philby merte në pytje të. Sa e burgë. Si kur Philby merte në pytje. Ata thonë ka qenë shumë I zgjuar, shumë I shoqërueshëm. Ma përshkruaj kështu me ato tipologjinit dhe natyrën e tij. Ishte, domethënë, edhe poliglot. Fliste disa gjuhë. Fliste gjermanisht, fliste, domethënë, spanjisht, ka qenë në Spanjë. Është dekoruar nga Frankoja, I ka dhënë dekoratën, ka pas shoqëri me atë Kanarisin, Wilhelm Kanarisin. Dhe kështu ishte natyrë kështu. Ai babaxhan, domethënë nuk ja prishte qefin asnjë. Po, ashtu. Dhe pastaj si shkoi në Moskë, ç'a ndodhi? Shiko, ai që vajti njëri nga ata nga Londra që e pyeste, domethënë që pranoi. Se këta anglezët kishin dhe një gjë, po të pranoje, do më thënë që të ashu, nuk të dënonin. Po të pranoj që unë kam qenë... Po, kam qenë nuk të dënonin, do më thënë, po të jep një ato, shumë, se është pesën e këtyre ka qenë dhe një Anthony Blunt. Po? A I ishte ruajtësi I thesareve kulturore të mbretëreshës. Ishte në gjendje sovjetikëve. Dhe ai u rekrutua nga KGB? Pa ai u rekrutoi bashkë ishin këta. Dhe ai e thoshin ata, jo thoshte nuk kam ashtu, domethënë nuk e pranoj. Kur e pranoi, domethënë I thanë që shko, po e pranove ne nuk të prekim nuk ashtu. Nuk e pranoi, ashtu e pranoi atë pasaj, e lan. Kur erdhi Thatcher I kryeministri, ajo e nxori. Që në fakt tani ma tregojnë çik momentin kur Kim Philby shkoi në Moskë. Aty ç'a ndodhi? Shko, ai iku me një vapor. Nga Libani? Po. Domethënë kur vajti ky I pranoi atij anglezit që po kam qenë, domethënë, por pastaj ja hodhi poshtë dhe iku.
lajmëroj se ata e takonin kudo. Për shembull, megjithëse ishte ashtu edhe, si të them unë, domethënë dyshime, ata prap lidheshin me Kim Philbin. Ai Modini për shembull tregon në një intervistë që atë Kern Crossin e kisha komshi, thot, në Londër, e kisha afër. Megjithatë, 3 herë që vajta të takoja, thot, pash që më ndiqnin. Se takova e lashtë, takova herë tjetër. Kur shkoi ky në Moskë, ishte goditje madhe për shërbimin 1/6. Ky e njoftoi Moskën që do vi, dhe ata i thanë do vish filan vend, do hypesh në vapor e kështu, dhe e prisnin kur zbriti nga vapori Dolmatov në Moskë, nëse zgabohem. Me kështu Nëse zgabohem. Në mënyrë të fshehtë apo ceremoniale? Jo, e priti ai se ishin ushtu. Po e njihnin ata të tjerë se njihte njëri. Vetëm do i thush kaq, i thanë atij që ashtu, dhe ai personi e priste, e mori, ai ikën. Po pastaj bëri deklarat? Po bëri deklarat ky, po ata, domethënë anglezët fillim se pranonin, si thosh. Pa nuk e pranonin, domethënë. Po si se pranonin? Ai vetë vajtja e tij në Moskë. Pastaj ashtu, dhe ky ka, domethënë ka ndihmuar, po aty ka pas 2 grupe nga këta oficerat. Një pjesë ishin që thoshin që domethënë na e ka fut me 6, nuk i besonin. Një pjesë, pastaj e kanë marrë, domethënë edhe ky ka dhënë mësim, ka përgatitur kuadro. Në Moskë. Po. Kur ka ikur Oleg Gordievski, qofse e kanë dëgjuar Gordievskin, po, ai që iku në Angli, i thanë këtij na ndihmo si, edhe ai ka thënë që domethënë para se të ikte që domethënë rrithnin të dhënat, edhe ai thotë të dhënat rrjedhin nga Moska, nga ky sektor. Dhe Gordievskin e kishte piketuar, domethënë. Po çfarë dëmi bëri ky shërbimi sekret anglez? Dhe Anglisë, dhe Amerikës bashkë. Dëmet që kanë sjell këta për Anglinë janë të pallogaritshme, pse them unë? Janë të pallogaritshme? Po, ata e pranojnë vetë. Përveç të dhënave që kanë dhënë, domethënë sekrete, për shembull ata kanë dhënë të gjitha, ky ka dhënë edhe materialet e domethënë të kohës luftës. Luftës dytë botërore që kishte kështu, ka dhënë bisedat, domethënë që kanë bërë amerikanët dhe anglezët me gjermanët për atë paqen, domethënë që dorëzoheshin e kështu i ka dhënë. Po ky ka dhënë biografitë e gjithë kuadrave që njifte dhe që kishte në varësi. Po jo, çfarë pasoja? Se ja i dha biografitë, po pastaj. Po shkarkon gjithë ata njerëz. Kur iku ky. Diti që siç ka ndodhur tek ne, për shembull, që kur dilën në një tak zinxhiri, edhe aty, edhe në CIA, edhe në 1/6, domthon kanë ikur njerëz, i kanë hequr, i kanë çka kanë. Mirë, dëm të madh, ki bëri perëndimit ky. Çfarë i bëri perëndimit? I dha tërë sekretet. Tani çfarë themu shkret? Çfarë do më thënë? Po, foto tjetër. Dhe ky ka qenë në Shqipëri. Ka qenë në Shqipëri në 32-shin. 32-shin. 32-shin, do ishte ky në 49. Por, për shembull, shiko, edhe unë mbrahbitem kur lexoj disa nga këto. Ai John Kern Crossi, për shembull, ai ka punu tek ajo qendra e përgjimeve, Blecher Flat, si e ka ajo domethënë anglisht. Në një rast ai ka dhënë sovjetikëve listën e tërë agjentëve që kishin ata në luftën e dytë botërore në Ballkan. Të gjithë. Po. Pa kuptonte tani se çfarë dëmi shkaktohet. Pastaj neve vërtet kemi pasur, domethënë kështu, po sovjetikët kanë vepruar gjithmonë, kanë vepruar që më përpara. Okej, ecim. Tani ky është arkivoli i Palmlyshit. Shiko, Palmlyshin disa sa është... Ishte oficer i sigurimit, ishte i rekrutuar? Sa është nga sigurimi. Po. Po, ka qenë, bile unë kam njohur një nga Nipin, duket, ka qenë hetus. A i si ka thënë Nipi që unë jenë rekrutuar? Ja, ishte, domethënë ishte i ri, vogël, bile... Jo, ajo enigma është si u rehabilitua figura e tij shumë vite mbasi ishte varrosur. Shiko, ai, për shembull, Sorgja, cili jeni ju, zoti Sorgja? Sorgja nuk është, sovjetikët nuk e kanë pranuar deri vonë, domethënë, që 64 ka dalë pulla me fotografinë me Sorgën. Bile ka dhe një kështu, kur është bërë libri, ai filmi francez, cili jeni zoti Sorgja, e kanë çfaqur Krushovit, aty janë mbledhur, domethënë ta çfaqin Bashkimin Sovjetik apo jo? E kanë marrë me vendim, ha? Po, pra.
Po, dhe për Palmlyshit i thuaj që kështu është historia. Historia kështu është, po unë nga afër nuk, domethënë nuk. Okej, foto tjetër? Por thash që Sovjetit kanë për shembull ai Gordievski, që ashtu, vllai i tij ka ardhur këtu në vitet 70 e sa. Edhe ai ishte oficer i KGB-s. Ka ardhur me një grup turistësh austriak. Ua, oficer i KGB-s me Po. grup turist. Dhe ka ardhur këtu? Ka ardhur këtu për vizitë. Që e mori malli edhe të vi vizitë turist në Shqipëri, s'ka merr me. Ai ka ardhur me mision. Pa i ka ardhur ka kryer detyrat ka Po çfarë detyre? Se për të takuar njerëja për të ashtu. Se ne s'kishim mundësi të kontrollonim gjithë autobusin me turistë, sikur neve kur vinin të dhëna. Tani, cili është Kim Filbi shqiptar, po themi? Kemi ne ndonjë Kim Filb? Ja, s'fin ato. Asaj oficeri që u arrëti se shkoi në Beograd, asaj tjetri në Nuk gjë. Këtu ka qenë një oficer nga këta Sojlit. Galip Sojli. Shiko, ka dhe histori që nuk janë shkruar, prandaj të thash. Dhe çka ka qenë Galip Sojli? Galip Sojli, këta janë që nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe, se njëri nga ta para rastit tyre ka qenë frymtari i pavarësisë. Dhe e çun me detyra, domethënë jashtë. Jugosllavët e kapën, i thanë ty të ka dërguar sigurimi. Po, ja, knese, ishte në origjinante, jo, i thanë ty të ka dërguar sigurimi. Kur ka ardhur Galip Sojli, domethënë, se vajtin dhe në Suedi e dënuan, ata vajtin në Suedi, u kthye, edhe u arrestua këtu. U riadhesua, u arrestua. E di çka ka thënë gjyq? Çka ka thënë? Se ky tregoi pasaj që më ka dërguar. Shiko, tha, se po flas kështu. Para me tha, trodhën një bullgar, tha. E trodhën ata Jugosllavët. Dhe më thanë, basa ti, e ke radhën ti. Kështu. Tortura, ëh? Po, Presion fizik. Po, foto tjetër? Se Palmlyshi, domethënë e trajtuan. Tani mua më ndë përshtypje që te vendi ku nxënësit të shkollës Bardhok Biba gjatë një marshimi në vendin ku kishte vepruar heroi i popullit Palmlyshi. mirë, ma këto kanë qenë kështu, Si domethënë për të, si të për të bërë propagandë, për të, E ka marrë nga në një revistë. pavarësisht, domethënë e kuptonti, por unë do të them diçka tjetër. Patjetër. Në Shqipëri, po dhe në botë, jo vetëm në Shqipëri, ka vepruar Kominterni. Po, dihet. Unë kam një libër, shpolum, domethënë, me rimanga e kuqe. Është bërë, më duket, nga viti 2006. Flet, ka dhe pak për Shqipërinë, edhe ai dy ata autorët, domethënë, kanë parë dokumentat. Tekstualisht është që aty në Frontes Pica, si të thosh, thonë që shiko, shumë dokumenta nuk na u dhanë, domethënë, po të them që Kominterni është shkrirë në 43-shin. Shumë dokumenta nuk na u dhanë, sepse na thanë që celulat janë ende aktive. Si ta kuptoj këtë? Unë se kuptoj fare këtë. Do të thotë janë në aktiv, punojnë celulat e Kominternit. Edhe pse u shkri. Po, domethënë janë aktive, s'ju japim. Aty kishte edhe kështu që filani ka vepruar këtu, po nuk dihet ku ka përfunduar, domethënë me si të vepron. Pastaj shkonin me dokumenta falso. Domethënë nuk shkonin me emrat e tyre. Në shkollën e Kominternit ka bërë dhe ai Markus Wolf, që ishte i Stasit, nëse ke dëgjuar. Stasi ishte shërbim sekret i Rëdëgjes. I Rëdëgjes, edhe ai shkollën e Kominternit ka mbaruar. Aty ata mësonin të gjitha teknikat se si të punonin, si punonin një shërbim sekret. Bile aty mësonin dhe domethënë si të punosh edhe në kushte ilegaliteti kur je në një regjim që nuk është ioti, si të thosh kështu, domethënë si të kesh shtypshkronjë ku ta vendosësh, si të gjesh këtë, si të gjesh atë. Dhe në Komintern janë listat e shqiptarëve, dosjet. Listat e shqiptarëve? Dosjet që ka ata. Në Komintern? Po. Por, çfarë të bën përshtypje? Të bën përshtypje që
Përveç atyre që kanë studiuar dhe përveç udhëheqësve komunist. Po ja, shko Liri Belishova, Bedris Pajunet Mia, Tuku, Gogo, Kristo, domethënë kështu. Përveç atyre, në atje ka dosje, janë dosje, domethënë, aty ka dosje të personave që kanë lindur mbasi e shkrirë Kominterni, udhëheqësve shqiptarë që kemi pasur ne. Se kuptoj këtë. Lambi Gekprifti, për shembull, se po përmend se kanë dekur. Tefta Cami. Po këta i përkat viteve 80, që lidhje kanë këta me Kominternin? Po pra tani, ku di unë ata di, ata. Po jo si shikon ti. Unë shikoj që ata gjithmonë kanë vazhduar të marrin të dhëna. Dhe ka dosje atje, për shembull, ka dosje bilet, dosja numër thot 223 Vangel Çrrava, dosja. Ja, a mund ta më japsh ta lexoj unë? Do të gjithë. Jo, vetëm këtë, se kjo është. I kanë numrin e dosjes. Por është ka Lenda Çuko, Tefta Cami, Gaço Nesho, Besit Bekteshi, Mua Aslani, Vangel Çrrava, Llambi Ziçishti, Feçor Sheu, Lucien Babameto, Reis Malile, Lumturi Rexha, Gafur Çuçi, Ali Hidri, Petro Dode, Kristaq Dollaku, Milo Qirko, Recep Kolli. Po si lexon gjitha po. Po edhe dosjet, ë? E ka numrat e dosjeve. Tani këto grupi komuniste kuptojnë këtu, po më kap syri këtu i Partia Komuniste thotë. Nuk ti japin materialet, e para nuk ti japin sepse janë me pagesë. Jo, 1935, raporti Partisë Komuniste të Shqipërisë, Komiteti të Çlimit Kombëtar. Partia Komuniste nuk ishte themeluar atë. Ka qenë tjetër në një që ishte parti tjetër? Nuk e di, po materialet janë aty. Qose për shembull tazem janë të interesuar studiuesit, duhet të shkojnë të paguajnë që ti marrin. Po, por aty ata kanë dhe një klauzol që nuk duhet të përdoren për të bërë presion materialet. Jo, s'ka ashtu ti bësh presion. Kadria Zbiu, si ka mundësi 30 vjet ministri i Brendshëm dhe përfundoi? Unë domethënë e kam respektuar sepse më zhduk njëri popullor, ishte shumë ashtu, domethënë nuk ndryrueshin kuadrët ndaj këtij. Ja, absolutisht. Tani si është e vërteta? Po si e pushaton? Unë nuk e di, domethënë që të them që. Ti për ditur e di se ti ke qenë oficer sigurimi, ke qenë krot të sigurimit, secili kishte detyrën e tij, nuk ishin. Ato tjerat i di partia. Nuk bëheshin, po nuk bëheshin. Ose ti nuk e. Shiko, aty. Po kush e beson ty që ti nuk e di se si e vran? Shiko, aty kishte një kështu, ishte ka pas ca tip sentencash. Domthon kurioziteti i tepërt është i dëmshëm. E kishit ju si motiv. Po, domethënë si slogan. Se çka ai tjetri s'të takon. Kurioziteti i tepërt është i dëmshëm. Po jo, po i tepërt ama. Po i tepërt se s'ke punë me atë, ti shif materialet e tua. Kurioziteti normal ishte i lejuar. I tepërti ishte i dëmshëm. Po i tepërt pra, i kurioziteti është shif materialet që kanë. Me pak fjalë. Me pak fjalë. Kush e vrau? Nuk e di, por me pak fjalë është kjo, që bandat në Shqipëri, domethënë, e para njëherë që materialet nga jashtë vinin nga sovjetikët, brenda gjithë punën e ka bërë, se nuk të edhësh poshtë gjithë punën që ka bërë sigurimi, domethënë. Po Enveri tha që i ka zbuluar partia. Po kështu e tha dhe Mehmeti, unë ta thash, domethënë atje. Por që edhe ka pas domethënë kështu, por është kjo që nuk të si ta them, domethënë, deri në farë vendi e kishe qapin, më tutje të shkoje dot. Okej, po do tjetër stafe, je për Kadria Zbiu, shefin tënd, ë? Po nuk di gjë konkrete, domethënë. Kam lexuar atë librin atij Dhëndrit, Agron Aranitasit, domethënë, mi kam parë ato, po me otësi unë. Qartë. Po do tjetër. Për shembull unë kur ka qenë në këta grupi i këtyre, domethënë që kanë qenë në gjyq. Ja, ky është gjyq. Po e di që kush është ai atje? Ky këtu? Po, se njoh. Se dëshmitar duket. Ata janë policë. Ja, ata policë burgut. Jo, kanë qenë policë tokës shoqërimit këta që nuk e di. Po ai atje kush është? Nuk e njoh. Nuk e di. Kadriu këtu është duke folur. Po pra duke folur aty. Se si është shndërruar në kufon. Shiko,
Kur ka qenë grupi që merrej me këta, mu ka thirrur njëri nga ata oficerët, edhe më tha që do verifikosh filan adres, kush banon në një rrugë. E mora, shkova, pash ishte i shtëpi dy katëshe. Rinin dy vëllezër, njërin ka të parë, njërin ka të dytë. I them që kështu. Jo tha s'na përputhet, sa i kishte të dhënat. Do më thënë, qofse të dhënat do përputheshin me ata që të jepja unë, atëre, po. Nuk na përputhet, më tha mua. S'përputhet. Mbasi 2 ditë shkoj prapë unë aty. Rasisht. I them, po me qira, kush ka ndenjë tu? Te kjo shtëpia ka ndenjë në njëri kështu? Po, më thanë, unë 6 vite, 6 vjetë ka ndenjë filan Fisteku. Është emrin gjuar, së tu atja, ashtu. I them, unë ati, kështu. Po, tha, tani na përputhet. Ke pasur detyrat të posaçme, kush ka qenë? Ja, detyrat normale, si gjithë. Ishin vetëm pjesë jo ideologjike, jo lidheshin politikisht? Shko, unë kam punu në kundër spionazh. Po? Do më dhe një 4 vjetë e gjysë, pasaj kam punu në... Kundër spionazh për ata që na ndjekin, çfarë do të thënë? Do më thënë, për të ndjekur spion të huaj këtu. Po ishin ndarë me drejtime. Gjetën një spion të huaj? Po, më kemi gjetë. Keni gjetë? Po. Nga ishin? Nga këto vendet e lindjes, për shembull. Nga vendet e lindjes. I gjetëm dhe boj simpatike në shtëpi për të shkruajtur padukshme. Boj simpatike i thonë. Boj e padukshme. Do të thotë shkruaj dhe nuk shkruan dhe nuk duket, pastaj i ve hekurin në nxehtë, për shembull, ose kështu. Dhe dilte pastaj. Po çfarë jam kurioz të di, çfarë synuan ata, çfarë donin të merrin nga Shqipëria ata? Të dhënat për gjendjen morale o politike, domethënë si ishte tregu, si ishte kjo, që thoshte populli kështu. Përveç tjerave që mund të kishte edhe kështu. Atë që zbulove ti e dëbuan? Jo, u dënua, po... E pse e kapën? Po e kapën, pra. Nga ishte? S'ka rëndësi. S'ka rëndësi, edhe... Sta morë. Tha kështu, domethënë, se këta arrestoheshin me firmën e prokurorit përgjithshëm, për spionazh. Ata e tusi që e qoj dosin që mori, më tha mu, shiko, tha është arrestuar për spionazh. Domethënë për krimin e spionazhit, jo për agitacion e propagandë. Qose nuk zbërthet, leren i tik në vëndën e vetë. A u zbërthye? U zbërthye, po, tha... U dënua? U dënua, po... Sa? Nuk e mbaj mend. Por tha që... Nuk e mbaj mend, ja 20 vjetë që se më mend. Jo. Por tha kështu që unë, tha, do ju jap qarë dua unë, tha. Për këtë, mos më pysni për 1-2. Tani, unë e kisha fjallin aty, për shembull, tek ajo... Nuk fola unë aty që ka vepruar zbulimi sovjetik. Po? Do më thënë edhe kur kishim marrëdhënie të mira. Kjo se ishte grua, e arrestuara. Grua, ha? Po, ajo tha, unë kam vepruar në drejtim Shqipërisë që në vitin 1953. Kupton? Ua. Kur u bën një analizë, që analizuam problemin në ministri... Se që ka për ata? Jo, analizuam më problemin, si që analizoj, deri ku ka shkur, çështja kështu. Jo, thot ai njëri nga ata, u kërkoj pas 6 vjetës, jo mu i tha e tusit, se mos isha e tusit. I tha, kërkoj pas 6 vjetës, pasi u prishën marrëdhëniet. Mirë, unë s'mu durua, edhe unë ngrita, qa kemë, sa mëj? Thashëm për mirë. Qofse ne, do ma se ishte atëre marrëdhëniet e partisë, partia jonë, ju përmbajt parimeve dhe nuk e shtriu problemin e kontradiktave edhe në shërbimin sekret, sigurim, do ma që ishe shu. Pse duhet mendojmë ne se kanë bërë të njëjtën gjë dhe ata. Jo, tha, kështu. Fakti është, ata kanë vepruar, siç ka thënë Stalini, ndërprisni punën. Ata kanë vepruar dhe më vonë. Se ku e dinte Krushovi që i tha Titos, ju e bët 56 në Shqipëri. 56 për konferencën e... Po, konferencën e Tiranës. Tiranës e ke fjetë. Po. Tani, mund të thuash me pak fjalë pa dhe në ato detajet, që ti e di, unë i ruan akoma sekret. Si e zbulove këtë gruan që ishte po funksionon për spionazh? Se zbulova unë, aty kam punu shumë. Po mirë, pa ti si u zbulua atë? Shko, ky është profesion, duhet ta shpjegoj se çfarë duhet bësh, që është... Jo, flas në një detaj, do të thënë që ishte thjesht një detaj, thjesht për ta Po moj, këta ishin, nuk ishte vetëm kjo, ishin 2-3. Ishin 2-3, ha? Kapëm një, po? Aja implikoj. Implikoj dhe këta? Po. Në ambasadë i tonin? Jo. Jo ishin kështu turista? Jo, më këtu, banonin këtu. Po se duke qenë të huaj ku?
Në Tiranë. Këtu banonin, në Tiranë. Okej. Të vura një nga këta oficerët e sigurimit që del shpesh në për dosje, në për ky Nevzat Astendari, nuk e njeh? Nevzati, po, e njoh, e kam arritur kështu si ashtu, por. E njeh personalisht? Ja, s'kisha më vet. Jo, duhet vjen një personazh që është ata të mura shumë. Nevzati ka shkuar në Selanik dhe ka marrë atë Koçokotën, si ishte ai ministri i fashizmit, ai e ka sjell. Nevzati është autori që ka sjell? Po, jo vetëm. Po mirë, jo vetëm. Çfarë thua? Që morën Selanik, e solli këtu, e çuan te burg Burrelit. Pastaj nuk e di ku e çon. Ja ta them unë, se unë kam, po jo, e kam studimet e mia, e kam te libri. Unë e di si histori që ka qenë Nevzati që e ka marrë dhe ka. Kyrmeu. Po. Do të thënë, ka një histori shumë interesante, edhe për gjithë ata që na ndjekin. Kryeministri Koçokota, nëse ka mundësi regjia foto tjetër, ja ky është. Ky inauguroi preushiritin e burgut Burrelit. Vajti vetë pastaj, ha? Nevzat Astendari e rrëmbeu në Selanik edhe çoi në burgun e Burrelit, atje vdiqej. Atje e vran. Shiko. Hitleri, Para zbuloi emrin aty që ka. dëgjoj. Hitleri tha, ushtria jonë tha do parakaloj në sheshin e Kuq. Domethënë në Moskë. Dhe kur fond Paulusi e qishin ata generalet e ata, Stalini i burit parakalonin gjithë si Robert, sheshin e Kuq. Ja plotësoi dëshirën. Ja plotësoi dëshirën. Por ka një gjë, unë e thash, historia është histori, politika është politik, historia është histori. Ja, po historia këtyre... Jo, shiko, nuk do aty në ato. E kam fjalën për këto të tjerat, për shembull. Bëhet diçka, ti e fshin epokën, e kupton? Fshin njerëzit, fshin kështu. Të mirat, të këqijat. Ai, kur kemi lexuar citatet e Mao Zedongit, edhe ai thoshte 3 të mira, 2 të këqija, 5 të mira, 3 të këqija. Do më thënë në kuptimin që njeriu nuk është perfekt, e kështu. Them që ka pas drejt. Kush? Ai, Mao Zedongi. Do më thënë njeriu mund të ketë 5 të mira, ka dhe 2 të këqija. Ni këtë e kuptove më vonë, apo kur ja ta thana lexohet? Jo, kuptova më vonë, se atëre thosha jo, po në fillim na i dhanin, se u shitën këtu, shiteshin në ato citatet na jepnin e kështu. Edhe mendonim gjashtu. Pastaj mbasi u prishën që shikoj se ky është kështu, është kështu. Do të di. Tani them që ka pas drejt, se njeriu nuk është... Janë ndjekur dosjet sigurimit shtetit me ata akuzën që u bën mas 90-s? Ja, nuk janë ndjekur dosjet. Uzditi janë ndjekur. Nuk janë zhdukur? Ja. Nuk janë zhdukur? Shiko, dosjet nuk zhduken. Se? Ngelet një gjurmë. Asnjëherë nuk zhduken dosjet. Si, se ka shpjeguar dhe... Dosjet, e para njerë, dosja është e regjistruar. Në qoftë se do të asgjësosh, duhet mbash proces verbal. A ka? Ka, si s'ka. Për zëbral? Po, është asgjësu dosja për këtë arsye. Do më thënë asgjësohet. Do t'i thuaj që nuk janë zhdukur dosjet e bashkëpunëtorëve. Shiko, dosja mund të jenë asgjësuar, po është mbajt proces verbal që është asgjësuar. Dhe dihet se për kë? Dihet se për kë, sepse bëj një përmbledhje që është ky, është ai. Tani sot ti ke një moshë të caktuar sot në politikë kemi ne... Nuk e di. Nuk e di këtë? Ja. E di ti që s'keve të ebër. Nuk e di sepse nuk e jam marrë. Shiko, unë nuk kam punuar mbas 90-s, domethënë. Ti ke punuar në shërbimin në Shik? Në Shish, më saktë. Jo, unë kam ikë 92-shin dhe kam filluar në... Të hoqën në punë, me njerë, ha? Pa. Po pse të hoqën? I pa dëshirush. Po pse? Po ti niveli intelektual yti... Dijoj, nuk shtroj, nuk qifë në njeri se qarë ke në tru, domethënë. Por, unë kam njohur Ilir Bulkën, që ose e ke ndjuar. Çka ka qenë? Ka qenë përkthyes. Por u arratis me ekipin e vllaznis që do shkonte në Maltë, vajti në Greqi, iku u arratis, iku në Amerikë, se kishte hallën. Edhe nuk do të flas historitë e tjera, por u kthy këtu nga 90 e saja. Unë njihesha personalisht, se ishte edhe përkthyes me turistë, me kështu në atë shë, e kështu. Më pyeti mua, ç'thot puna, duke ditur jashtu. Thash unë jam punë, pse? Na kanë hequr. Tha, po në Francë ran 5 perandori, tha, dhe Ministria e Brendshme nuk lëvizi. E po isha në Francë, the. Tani kjo nuk unë kisha përshtypjen se unë kam gjetur këtë, po nuk dal ka mirë si duket është zoomuar shumë kjo. Nuk dal ka. Okej, foto tjetër, se nuk lexohet, nuk u lexohet, mos ta vëshisojmë kot. Tani,
Televisa në shërbim të popullit kishte disa poezi, më shkris qeshuri, disa ditë përpara qershorit, se që hoq petalakrorit, dolu në gjyq i grup tradhtar, spion të shitur për dollar e për dinar, i tregoi gjyqin Tiranë, te Meseko e Tahirdemi, plan kin ba që qitet veni, me hakin e Panajotin, me prutujt heu ol shosha mortin, kin kujdes disa plane, me flot 6 amerikane, kin demek me rëzua Shqipnin, këtu me pru Jugoslavin, me një fjalë jugu në Greqia, e veriu në Jugoslavia, ky Shqipëri shqiptari shkaut, qysh i bëhet varri vllaut, a menduhet ju zot në shtëpis se këtu është partia e punës Shqipnis, e ka populli ushtri që s'lejon me shkel kufirin, nuk e shen kush sigurim, nuk e rren kush sigurimin, që i kapi si maca minin, e i xuni si minin qark, një ka një si specat në varg. Ky është nga veriu që e ka bë. Po, nga slengu. Ha? Nga dialekti. Po, domethënë nga kështu. Shiko, unë e kam përkthyer këtë gjyqin e Temesekos nga rusishtja. Po prandaj ta vura. E kam përkthyer. Ishte agent Temeseko i amerikanëve? Unë mendoj që amerikanët nuk e di, po i gretëve ka qenë. I grekëve ishte? Unë mendoj që ishte. Ishte. Dhe aty ka një, me sa më kujtohet, pse s'mbajnë më në gjitha, aty ka një, do më thënë se këta, si pas dokumentave, i ka rekrutuar Dushan Mungosha. Kë? Do më thënë Temesekon. Dushan Mungosha ishe serb, ishe Jugoslav. Edhe Jugoslav, do më ndë ka dhërë ashu. Dhe ju kështë edhe një parull. Do më thënë, me parullën Qalemani ju kujton dhe s'ju harron. Do më thënë, kush të vijë me këtë parull, do të thotë që e kam dërguar. Po. Mirë po, kjo ka dalë me sa di unë edhe në gjyqin e Fiqerit e Sheut. Do më thënë. Ti e duke thënë që edhe Fiqerit e Sheut, bashkëshorët e Mehmet Sheut ishte e rekrutuar nga Dushani? Tani unë nuk ja prez veshin as njerit, do më thënë, as ashu. Ja prez veshin, sa kja bëjnë këtë. Por, do më thënë, mua më ka bërë përshtypje pse e një ka parull. Dhe konkluzioni im është që ishte kohë lufte, do më thënë, mund të vriteshe, edhe Dushani ju ka thënë, po jap gjithve që kam rekrutuar këtë parull, se ata se din për njëri tjetrin që kam rekrutuar. Edhe njërë si parulla? Qalemanit kujton dhe s'ta harron. Qalemanit kujton dhe s'ta harron. Qaleman ishte... Se di, nuk e di, mbase qalonde. Ky Dushani? Po. Po ishte dhe, shiko... O mu habite me këtë Temesekon që paska ishte, po jo i Amerikanëve, i Grekëve. Ishte dhe kështu... Ishte dhe koha ti, do më thëmë. Kjo shprej ishte koha... Jo, shiko, jo koha ime, jo as koha. Ishte koha e luftës, sepse ata, Dushani, Tito, e këta kanë qenë gjithë, kanë bërë shkollën e Kominternit. Kanë mësuar si të rekrutojnë njerëz. Dhe në kohë lufte, a i të vinte dhe të thoshte, ti partizan, unë partizan, shif se ka armi që në lëp, hajde më njofto. Ti ke rekrutuar? Jo, unë jo. Pse ti rekrutojnë e smynin punë? Po sigurisht që kam rekrutuar dhe unë. Pranoj. Rekrutojshin let? Rekrutojshin let? Ja, si shte kollaj. Si shte kollaj? Ja. Dhe bëjmë dhe një pak tjetër. Tani unë nuk mund të flasë për këta. Jo, mbaro kjo fund e fundit. Mehmeti ka dhënë konkluzione. Jo, duhet një pyetje. E vram? Ka vrarë veten. Si e vërtet thonë këtë? Ka vrarë veten. Si njëri me djathtë, njëri me të majtër? Kam lexuar librin e atij Perlat Çavushit. Po. Thot. Po librin e Dureshe. Jo, se kam lexuar. Perlat. Po lexoj tani se ti ato që do lexon, ato që do si. Jo, as e di, se nuk i ndjek shumë, domethënë. Po Dureshe vllai tani. Po e di, po nuk i ndjek shumë në kuptimin, edhe ai jep një letër të Mehmet Sheut aty, që thot, domethënë që i bën Enverit që unë do vras veten e kujtun, po thot mua më vrau Krushovi dhe Jagua. Sipas, nuk e di, unë si që ka shkryt Perlat Çavushi, ka qenë drejtori i zbulimit ca vite. Më vrau Krushovi dhe Jagua. Krushovi dhe Jagua. Okej, nuk e dija ka ngelur shumë gjëra. Keni diçka tjetër për këtë pjesën e parë që
ezaurojmë se jemi shumë keq me kohë. Edhe në historikun e sigurimit të shtetit janë hequr bile aty flitet vetëm periudha mbasi ka parë vetëm me Meçeu, dolën këto Akadriu e kështu, domethënë se përmendet grupin mësorën. Nëse ka që përpara dhe është ripunuar nuk e di. Prandaj nuk flitet asgjë, domethënë. Qartë. Tani, ke diçka, do thënë që dëshiron të thuash? Për shembull, po. Lexoja atë libri, thotë KGB-ja deklaroi se nuk ka gisht në konferencën e Tiranës. Tani unë duhet besoj KGB-n? Po sigurisht jo. Sigurisht jo. Domethënë. Kishte gisht? Po derisa Krushovi i thotë që ju e bët, do të thotë që KGB-ja e dinte. Pastaj KGB-ja ka pas edhe Jugosllavët kanë kapur disa, domethënë që kanë qenë udhëheqësa që agent të sovjetikëve, domethënë. Kështu që qartë. Domethënë nuk mund të thosh që kjo është kështu dhe nuk ka ndodhur, sepse e tha ky. Ja, si na shikojnë për ta mbyllur këtë të shërbim sekret? Si na shikonin në shërbimet e tjera sekrete, KGB-ja, Shtasi etj. Si e shikonin sigurimin ton? Shërbimin ton sekret, sigurimin e shtetit? Nuk kishin besim. Nuk kishin besim. Po s'kishin besim nuk vetë, domethënë, si të them unë, edhe duhet kishin edhe të dhëna, si duket që ashtu. Pse e them këtë? Pse? Qendra domethënë e zbulimit traktatit të Varshavës ka qenë në Potsdam, Gjermanisë. Po? Domethënë aty ishte ashtu. Të rëndë Në Gjermani Demokratike. Dy nga këta shokët tanë u bën gati të shkonin, kishin marrë shkollën Bashkimin Sovjetik të shkonin. Ata gjermanët nuk i dhanë vizën. I thanë s'ka problem se i dërgojmë ne çat dalim për ju. Tani si ta kuptoj? Unë e kuptoj që s'kishin besim. Domethënë s'kan pas besim. Okej. Domethënë pasaj nuk e di, po sepse shoh që shiko se ka shkruajt filani i CIA-s dhe nuk thot gjë për këtë, kim filmin që ka bërë kështu ose ka bërë kështu. Nuk tregon njëri kollaj. E kuptoj. Okej, e mbyllim këtë pjesën e parë. Pjesa e dytë është një figurë shumë interesante si Ali Pasha Pelena dhe ti ke përkthyer një libër të jashtëzakonshëm të një autori rus. Unë kam bërë një shkrim. Po, përpara se të përkthej librin, të botoj librin. Para. Po. Tani që të jem brenda asaj. Vetëm Ali Pashën e kam njohur vetëm nga libri i historisë, që është një pasha shqiptar, edhe Bushatliu, domethënë, që kanë luftuar kundër Turqisë edhe kështu. Tjetër nuk kanë ditur gjë, domethënë. Rastësisht thash se unë rusisht dhe italisht edhe aty rrotullohem te këto, domethënë, në kuptimin e materialeve. Dhe kryesisht dua të gjej materiale për shqiptarët dhe Shqipërinë. Domethënë, dhe kam gjetur shumë. Gjej në një revistë të vitit 1915, nga ato ruset që në kohën e carit, rusët në brigjet e Epirit. Bëri përshtypje. E shoh, fliste për Ali Pashën. Domethënë një përkthyes që kishte Ushakovi, ai që erdhi çliroi ishut e Jonit që përzuri francezët. 1915. Jo, në 1000. Jo, libri. Domethënë revista ishin dy. Revista, 1915. Domethënë, mu duken shumë interesante, me thënë drejtën, edhe i them dikujt në bibliotekë, ka punuar, që ashtu, i thashë, po, kështu. Thot mu, nuk e di, i thashë, jam pasqyruar këto, po ke tha i në bibliotekë, do më janë ca, do më thënë. Gjeda librin ati Arshit. Arsh. Grigori Arsh. Po? Votuar në 63-shin. Mirë pa i, s'ka bërë vetëm librin. A i ka bërë dhe disa artikuj në për revistat në vitet 57, 59. A i ka bërë për shembull një politika ekonomike e Ali Pashës. Më kupton? Po? Po më dëgjo mua. Po, të dëgjoj. Komunikoj dhe me regjinun. Politika ekonomike e Ali Pashës. Një. Pashallajtjet shqiptare, gjysmë të pavarura të shekullit, fundit shekullit, do më thënë 18, fillim shekullit 19. Ka bërë një për ndikimi i revolucionit francez në Ballkan. Ka bërë 2 libra për revolucionin grek, Filiqjet e Ria, që quhet ajo, shoqata e miqve. Një në 65 dhe një ka bërë më vonë. Do më thënë, ai është marrë me shqiptarët dhe me grekët. Do më thënë. Dhe nga kjo, ai i bibliotekës më rekomandoi, tha shif, tha librin e
Ilirës Shtelencës. Ka vdekur Indieri, domethënë. E shoh, ai kishte marrë, por nuk kishte vënë emrin e këtij, por kishte vënë vetëm referencat e atij rusit, arkivit rus, sikur kishte qenë vet, domethënë. Nuk e ngacmova. Ta ka përgjigjem të se si e ke gjetur. Po jo, domethënë problemi ishte që nuk e ngacmova si problem, por gjatë atë librin ati dhe librin ati për këthysit, ati që ka shkruajtur për brigjet e Epirit, unë i kam përkthyer gjatë kohës pandemisë. S'kisha të bëja gjithë ditën, i marrova. Thot i shok që kështu është një libër tjetër, domethënë shive se ka burime ruse, aty unë e pash që kishte shumë. Atëre, okej, pa na treguar se si e ke gjetur. Si është figura e Alipash Tepelenës dhe arkivat ruse japin një, të lutem, celulari këtu do ta kishe fikur? Po. Këtu do ta fikur celularin? Jo, fike fare. Ose lërën silent. Arkivat ruse janë të sakta, e tjetërsojnë, e ndryshojnë, shtojnë, heqin për figurën e Alipash Tepelenës, sa çfarë? Jo, nuk shtojnë, nuk ashtu, janë shumë korrekt. Bile ky arshin, domethënë, siç më tha dhe një domanian nga këta, është shumë i saktë, shumë korrekt. Çfarë të reja ka pra Alipash, arkivat ruse? Ato kanë shumë të reja. Çfarë konkretisht? Ne nuk i njohim fare. Jo, na i thuj konkretisht. Konkretisht, Alipasha ishte drejtuar rusëve, kush e disa herë për ndihmë dhe ne e thujmë është anti-rusi tërbuar. Domethënë, më kupton? Bile, edhe në 1821 Alipasha, domethënë 7 muaj para se të prisin kokën, si bi, çoi një njeri që të takonte carin. Po jo, kur kishe kaq mi këta rusët, pse ja pren kokën atë? Pse ja pren kokën ata? Po jo, pse se ndihmore nga fjalën. Kishte dalë jashtë loje, thot ai. Domethënë në atë kohë, s'kishte më. Por Alipasha kishte një gjë, bëj me atë që ishte më i fortë. Foto tjetër që është e Pashalakut të harta, po? Gjon ai bëj me atë që ishte më i fortë. Ishte për shembull Rusia e fortë, i drejtoi rusit. Ishte ajo. Jo, ti mund të kesh dëshirë të bësh me më të fortin, po ato i fortit bëhet me ty. Po mirë, pra ky vinte ju lutej, troç muhabeti se po flas. Po ju lutej, po ai ka dërguar Napoleonit letër, i thoni Napoleonit që ai ku ve këmbën ai mu ve kokën. Si, Napoleon Bonapartit i ka shkruar letër. Po, i thot ti jap këto aman më merr edhe këtyre të gjithëve. Ku vë këmbën Napoleonit? Unë vë kokën. Në kuptim. Po mirë pra, do 4000 ushtarë. Tani Viktor Hugo thotë që Napoleon Bonaparti me Alipash Tepelenën rrinin si tigri me luanin. Pra, Alipasha ishte luani dhe Napoleon Bonaparti ishte tigri. Jo, Napoleoni ishte luani, më duket edhe. Jo. Mirë, s'ka. Po ai këtë e thoshte Viktor Hugo, jo një tjetër, nuk e mbaj mend Viktor Hugo, Aleksandr Dyma nuk e di, po mbase Viktor Hugo. Ai ka thënë si huta me shqiponjën. Është shkruajtur. Po kjo çka kuptimi ka kjo? Se kuptoj këtë. Domethënë që ai tjetër ishte shqipon. Huta është ajo që ha kërmën. Po pra ajo që ha kërmën, domethënë janë ato. Por pasaj domethënë Alipasha ishte pa qëndrueshëm në politikë. Thash bëj me atë që ishte më i fortë, sepse desh vetëm ata thonë të bënte për lavdi dhe pasuri. Qëse ishte Pashallaku i Janinës. A shikoj. Shikoj është ajo që ka thënë Mao Zeduni, që edhe unë them që Aliu ka pas më shumë të këqija se të mira. Mendimi im. Kjo është teori komuniste. Po mos është punë teori komuniste, po. Shiko, po mirë dhe ta bëjun. Ne përpiqemi që ta nxjerrim Alipashën, domethënë shumë të përparuar, shumë kështu. Alipasha ishte i zgjuar, jo i zgjuar, po shumë i zgjuar. Ishte trim se e njifte frikën. Se po mos ta njifte frikën, ishte budalla, them unë. Edhe ishte, domethënë trim sepse e njifte frikën. Por barbar, të gjitha ato më të këqija. Po ishte këtu, se më njëri këtu. Po mirë pra, domethënë, të gjitha i kishte më. Ishte homoseksual? Ishte homoseksual, e? Po arkivat ruse e shkruajnë? E shkruajnë, kanë homoseksual. 2 letra që kanë vajt në një revistë, po për atë, po nuk duhet t'i përmend, domethënë, që kështu, po me kë shkonte ky veprimet e atij. Ky gej i 1700-1800. Kur janë probleme që Alipasha s'duhet të dalë, domethënë, ose duhet dalë më trim, do një heqen ato. Bajroni, ka shkruajtur Bajroni kështu. Pa Bajroni ka thënë që
ai mban përgjegjësi për krime të përbindshme. Pse se shkruajmë? Kjo se duam të flasim realitetin. Po më shkruajtur kjo. Ali Pasha kështu, Ali Pasha i dhuroi grekëve Akademinë Zosimea. Ku ja dhuroi Akademinë Zosimea? S'ka pas akademi, shkollë ka qenë. Po s'ka Ali Pasha se Gjimnazi. po fillimisht kanë qenë 6 vjeçare si ishin kështu sepse Elementar. ja, tani ai Ali Pasha në 69-ën, 1769 që është kriju ai gjimnazi, po e them unë, nuk ka pas asnjë fuqi, çaj i dhuroi grekëve. Ose po marri gjë tjetër, se jam kështu, nuk ashtu. Ndërmori reforma të thella në bujqësi. Mund më thush tani në kohën e Ali Pashës të ndërmerren reforma të thella në bujqësi? Po mirë, shërbimi sekret si e kishte? S'do të flas shumë për shërbimin sekret, po nga ato që kam lexuar në libër nuk Në këto arkivetruese. jo më jo nga libri konkret, po s'është punë në arkive. E pra, nga përkthimi. Domethënë, Tani një pyetje kam unë, një nga ato zbulime që ka bërë studiusi Irakli Koçollari është që Ali Pashtë Pelena, edhe pse kishte, do të thënë, pashallëkun e tij në zotërim, kishte një ide për të bashkuar pashallëqet me popullsi shqiptare dhe trojet shqiptare. deri në Bosnjë. Deri në Bosnjë lart. Po mirë, Dhe të krijonte shteti shqiptar. se ka thënë ai Shereti këtë, duket, siç unë se kam lexuar atë Ali Pashaidën, po domethënë ka thënë Shereti, po mirë, si do ta krijonte shtetin ai duke vrarë shqiptarët? Sa i vetëm shqiptar vriste. Ai s'ka luftuar asnjëherë kundër sultanit. Vetëm kur e rrethoi sultani, asnjëherë s'ka luftuar. Një, e dyta, Ali Pasha ngriti flamurin e kryengritjes, domethënë kundër sultanit, se ngriti Ali Pasha u detyru të mbrojë. Ku e mori? Pse s'doli njërë? Ai francezëve i thoshte filloni luftën ju, se unë bëhem me ju. Rusëve i thoshte filloni luftën, sa të filloni luftën ju kundër sultanit, unë do shkputem, do vi me ju. Asnjëherë. Do më të flasim në realitetin, se nuk është problemi që ashtu. Mirë, për kohën e ishte figura kryesore. Ka qenë, do më thënë, figurë, po është bëri famshëm nga krimet, nuk është bëri famshëm nga... Po, pashallëku ti ishte... Një minut. Ai ishte... Dakord, po... Ishte zot atje. Shiko, ka qenë më i pabindur ose kështu? Kush ishte më i pabindur? Mahmud Pash Bushati apo Ali Pasha? Mahmud Bushati e theu 2 herë ushtrinë e sultanit. E theu, po sa të vogla nga nuk po territori. Nuk hyn në ato. 2 herë e theu ushtrinë e sultanit. Nuk i pagunte asnjë taks, nuk ja çonte atij. Të gjithë që i vinin nga porta e lartë ose kështu, i lindet e ure bunës, edhe i thoshte gjvishun edhe vishni këto robet që do i japun, ndërsa Aliu taksat i pagunte në rregull. Ai Mahmud Bushati dhe ushtarë nuk çonte, i vononte, domethënë. Prandaj po them, ke Mustafa Pash Bayraktarin. Thonë që është nga Goskova e Korçës. Ja, 1 minutë, se po dashu. Mustafa Pash Bayraktari kështu, edhe Ilomit Qazezi jep një këngë, thotë, o Mustafa si e le Shqipërinë, domosdoshmë shkënduar një këngë. Ai vajti përmbysi sultanin. Tani kush është më i pabindur? Është Aliu apo Mustafai? Kam në foton tjetër, zoti Bregu, kam një foto që dua që të ma Ali Pashtë Pelena dhe Vasili Qia. Gruaja e dyti bie? Pa e dytë se para ka qenë ajo Emineja, si e kishte ajo. Domethënë, se me këtë s'ka pas fëmijë, ka pas me. Po, s'kishte fëmijë me këtë. Tani një gjë më shpjegom aty se s'mdel llogaria. 70 e sa vjeç ishte ky dhe Vasili Qia 16 vjeç. Pa se ka marrë atëherë. Ai ka marrë më të. Shiko, e para. Po historia është ju. Shiko, e para. Ajo ju lut te këmbët. Mos më vri prindrit. Mirë, e para njerë ne se kemi caktuar akoma datën se kur ka lindur, vitin, se jo datën, vitin. Dhe nga gjitha, unë e kam bërë dhe të artikulli që kam shkruar, pa dhe tjerë, që Ali Pasha duhet këtë lind në vitin 1752. Se janë, shkujt njëri thot që, edhe ky marinari që ishte të Ali, i thot sa vjeç tim duke shkaq vjeç, i thot, jo i thot Aliu, jam 46 më duket. Nga 98 që ka qenë ai zbresëm 46 dhe 52. Tani dhe vdiqu ja pran kokën 1800 e 22-shit, domethënë. Nuk e kemi përcaktuar, ne s'kemi përcaktuar origjinën. Dhe unë them që duhet jetë nga Kutahia. Pse them unë? Sepse sultani i premtoi dhe i mori kur dorëzuan ata në fund t'i çojnë në Kutahi, domethënë.
Dhe ti e nxjerr vetëm 70 vjeç, jo 90 vjeç sa vdiqe? 70 vjeç vdiq? 70, për mendimin tim. Se 70 në atë kohë në fakt. 70 pra do të thënë kështu. Pastaj megjithatë këtu më duket shumë mua. Sigur i tregon prralla atë. Ka zë gjumë atë. Por shiko, është një pasha turk. Edhe ai është polak në fakt, por shkoi aty me gjitha, ka qenë komandant i rojeve në në Epir. Do më thënë se ishte nga 50-a, do më ishte kriju Greqia dhe ishte... Një që më kavit, kjo piktura a i është këshu me ngjyrë? Nga këta e unukët që mbarin... Zezak që duhet dhe jetë në një që... Nga këta e unukët. Dhe ky shtrir aty me Vasiliqin aty, po pisqolla si ishte nga brezi. Aman më të shkjo? Dijon, a i ka vajt një anin, kam qenë në i shpi, thot e i. Aty ishin dy piktura. Një ishte Ali Pasha, thot, me kalë të bardh, do më thënë në mur, dhe të shtinte frikën, thot, se duke i sikur do dilte nga muri. Kurse në anën tjetër ishte Vasiliqia me një pallua, zok nga ato, do më thënë. Dy piktura shumë të bukura. Pase, janë prishur, bombardimet edhe këto, do më thënë. Megjithatë, a i thot që ishte kështu e kështu, thot, ishte, thot, i fëlliqur. Ishte pasha dhe, i polak, por që ishte i fëlliqur, thot. Tani unë nuk i shtoj gjë dhe nuk i hej gjë, do më thënë atyre. Por, është kjo që të tash, Ali Pasha ka vrarë vetëm shqiptarë. Ka vrarë vetëm shqiptarë? Shqiptarë ka vrarë. Pse ja pren kokën mësej? Pa ta e tradhton gjithë më dhe kalamajt e lanë fund. Po pra, se këtë duhet të pyesja, edhe fëmijët e vetë tradhtuan. Do më thënë e lanë gjithë, do më thënë, nuk ashtu, s'kisht. Pse? Pëse si se sjell mirë as me ata ai. Ai iknin në ata djem, do më thënë kështu, ai u mbante peng familjet. E kupton të tani? Ali Pasha ka bërë kështu, ka bërë kështu, ka bërë kështu. Vasiliqia së mërtu asnjëherë? Pa e kishte ai. Tani unë në historinë e Vasiliqis nuk mund të flas, se nuk e di, por që si që thonë, jo iku pas në Istanbul, jo spionoj kjo, atë, kështu. Do më shko, legjenda ka plot. Kthehemi te filmi një minutë. Patjetër. Thonë që ai i Gestapos, Mülleri, si e kishte ai, ka qenë në Shqipëri, ka ardhur e kishte emrin Abedin e kështu. Nuk sillnin sovjetikët këtu. Ata nuk i sillnin asnjëherë. Ata kin filmin e çun Kub dhe janë menduar, kanë bërë planin si do ta çojnë, me cilën rrugë që mos ulej avionin në këtë vend, po tulej atje gjitha. Ne çuan në Kub. Po vajti qëndroi aty. Po. U kthy prapë. Po kthy edhe në Gjermani lindore, ka qenë në Bullgari e kështu, edhe ka qenë në Bullgari. Po, ka qenë, kam bajt shumë biseda. Por kur i thonë, kur dërgonte, se Kim Philby e dinte, kur i dërgonte letra ati, se ka pas me Graham Greenin, me këtë Najt, do më kështu i thoshte që isha në Bregdet, do më thënë u knaqja e kështu, edhe i thot, Najt i thot njeri për atyre, të mi i gjashtë, i thot, shiko, Philby ka qenë aty, e më thot se i bën këto, thot që të argjojmë në mjete, forca e kështu, i thot ai. A në fakt e i kështë e qenë. Edhe, libri i fundit, po, do më thënë që kam bërë, që ta mbyllë me Philbin, do më thënë, dosjet e Kim Philbit nuk janë dorëzuar në arkiv, që ka vdekur në 88-ën. Po pse nuk e dorëzuar? I studiojnë akoma. Do të thënë që kanë vlerë e fjalën. Dhe ai ka thënë që edhe pas vdekjes Kim Philby vazhdon të na ndihmojë. Po si të ndihmojë se ai Bashkimi Sovjetik u shpërbë? Po s'ka, domethënë janë letra me bazë letrash, se çfarë do ndihmojë? Domethënë shif këtu, shif atje. Zoti Bregu, wow, kemi kaluar kohën tmerrsisht. Unë të falenderoj shumë, po ke aq shumë, ndoshta e kuptoj që unë nuk kisha menduar, domethënë, jo për të ardhur këtu, se falenderoj shumë. Vetëm unë kam menduar të bëj 2 libra. Domethënë një për Kim Philbin, me gjitha këto, unë të thash, po unë kam dhe edhe njëherë kaqem shumë, domethënë si citime, si kështu gjitha, dhe edhe një për Ali Pashën, por Ali Pashën do ta bëj vetëm kritik e veprave shqiptare. Shumë interesant, shumë interesant. Po ka shumë. Shumë interesant. Ka shumë pasaktësira, ka shumë gjëra të shtuara nga xhepi, domethënë që bëri këtë, e kemi marrë nga ky.
i kemi marrë nga filani, ka thënë, shef Po s'pate origjinali. referencë aty. Shef origjinali nuk janë fare. Ja. Se s'dua të përmend, domethënë kështu. Domethënë nuk kam thënë si ka mundësi. Kam gjetur edhe dokumenta për Skënderbeun. Domethënë materiale. Domethënë që dua me vetë. Jo, po këtu me vetë ke dhe figura tjera ti, po unë mora vetëm me shërbimin sekret në Ali Pashën. Jo, me vetë votimet slave, domethënë ti hedh poshtë dhe pretendimet e atyre. Për Skënderbeu? Por ti hedh poshtë që jo është slave, bëhet çava e kështu. Ne Vojsavën e kemi peshqesh nga Barleti. Po Vojsava nga është? S'është slave. Është shqiptare. A serbe jo. Po shqiptare. Shqiptare është. Pse do them? E cilit fis? Unë dyshoj që është nga Mojsi Golemi. Sepse kam gjetur ca gjëra, por nuk ashtu. Okej, do t'i kushtojmë një emision veçantë. Shiko, e kisha këtu, domethënë që e kemi nga Marin Barleti, dhe Marin Barleti thotë është bullgare. Edhe këta tanët janë disa thonë është serbe nga Brankovićët. Po pritë se ku e more ti? Ai thotë është bullgare. Kështu e kanë shkruar edhe disa autorë të vjetër. Bullgare. Jo, slave. Slave. Serbe, shiko, bullgare e ka shkruajtur Barleti. Barleti. Se e kanë parë. Është gabim. Bile libri i Barletit është botuar 2 herë dhe ka titull tjetër. Domethënë nuk e ka si të parin, ka një titull tjetër dhe është botuar dhe në ca përmbledhje. Historia e Skënderbeut. Po, domethënë ato domethënë e ka bërë në 2-3 vende dhe ai në të gjitha që e kanë parë unë është bullgare thotë. Është një studius rus, një Makushev, që ka bërë për Skënderbeun dhe ka parë, më falë, 2 minuta, ka parë. Okej, se sqarim thjesht. Jo, e kam fjalën këtu. Edhe ai që ka qenë filoserb, nuk guxon të thotë që është serbe, po thotë është slave. Jo, kjo është zbulim. Kjo nuk është zbulim, kjo është një konfirmim shumë i mirë. Do bëjmë një emision, premtoj, do bëjmë një emision veçantë vetëm për Skënderbeun. Kur të kenë ato datat e lindjes së vdekjes. Okej? Për gjitha këto, falenderoj shumë zoti Bregu. Ke dhënë gjëra shumë interesante. Mbase menduam që mund të kontribuoj. Jo, shumë interesante. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Orlan Qafoku, mirupafshim.